Më datën 20 prill të gjitha universitetet publike shqiptare do të zhvillojnë zgjedhje për strukturat drejtuese të tyre. Në 5 universitetet publike të Tiranës do të garojnë 14 kandidat, ku në të gjitha këto universitete pritet të ketë një garë të fortë. 2 kandidat janë regjistruar në Universitetin e Tiranës, 3 kandidat në Universitetin Politeknik të Tiranës, 4 kandidat në Universitetin e Mjekësisë, 3 kandidat në Universitetin e Arteve dhe 2 kandidat në Universitetin e Sporteve. Rektorët do të zgjidhen dhe në universitetet e qyteteve të tjera të Shqipërisë, midis të cilëve në Durrës, ku do të ketë 3 kandidat për postin e rektorit të universitetit, 2 kandidat për Universitetin e Vlorës, 2 kandidat për Universitetin e Shkodrës dhe vetëm 1 kandidat për rektor në Universitetin e Elbasanit. Shumë i lartë është numri i kandidatëve për dekan të fakulteteve të ndryshme, ku qindra pedagog do të konkurrojnë për këtë post. Ligjëria e arsimit të lartë e kufizon në 2 mandate postin e rektorit të universitetit, çka do të thotë se rektorët që kanë mbuluar këtë detyrë për 8 vite nuk do të jenë pjesë e garës. Në këtë zgjedhje do të kenë një rol edhe të gjithë studentët, pasi vota e tyre do të marrë 10% të peshës së rezultatit final, duke bërë kështu që fushata e kandidatëve për rektor dhe dekan të shtrihet më gjerë dhe të jetë më fortë. Nderuar zonja e zotrinj, mirëmbrëma. Në auditorit ku formohet elita e ardhshme e vendit, ka filluar një fushat për zgjedhur strukturat drejtuese të universiteteve. Në eksperiencat e zgjedhjeve të mëparshme ka pasur gjithmonë debate, zëra për parregullsi, për gara jo fort të ndershme, ndaj këtë vit vëmendja e emisionit u përqendrua tek kjo garë sapo nisur për të kurorzuar në 20 prill. Qëllimi ishte në fakt të bënim debat dhe kërkuam që të kishin paktën për disa nga kandidimet të kishin përballje midis kandidatëve, gjë që nuk u mundsua për shkak të një rëspal që nuk është përgjigjur. Të tjerë do t'i kemi në studio, pas pak do t'ua prezantoj. Dhe më pas kur dështoi dhe debati, gjë që më duket paksa e vështirë të mendohet që elita i shmang debatet, edhe pse flasim për auditore shumë të rëndësishme, siç është ato të universiteteve, zgjodha qëllimisht të bëj një emision dhe të flas me zonja kandidate, për të parë në fundit edhe se do të ketë një lloj barazie gjinore në ato që do të fitojnë në fund, pavarësisht atyre që kanë marrë kurajon për të kandiduar. Ua prezantoj pa humbur kohë të ato që kanë ftuar sonte në studio, është zonja Klodeta Dibra, kandidate për rektore e Universitetit të Tiranës, dekane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Mirëmbrëma, faleminderit që je këtu. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Si po shkon fushata? Në këto ditë para? Deri tani mirë, besoj. Sigurisht ka filluar ato problematikat e para, që unë i nuhas paksa në ajër, por gjithsesi shpresoj që të shkojë mirë deri në fund. Mirë, do e pyes për problemet pak më vonë, pasi të prezantoj edhe zonjën Mira Rakacolli, kandidate për rektore në Universitetin e Mjekësisë. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu e ftuar Anila Paparisto, kandidate për dekane në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Faleminderit Anila Paparisto. Dhe sigurisht edhe pse vetëm 10%, po keni një zë të rëndësishëm dhe besoj se përveç 10% jeni edhe më të rëndësishëm, studente, është Resiana Kaçupaj në Fakultetin e Shkencave Sociale. Faleminderit që ndodhesh. Zoja Dibra thatë që ka probleme? Çfarë për shembull? Atëherë, çdo fushat në universitet nuk është se nuk është shoqëruar nga probleme. Për shembull, mua janë vënë vetëm ditën e sotme listat e plota të pedagogëve të Universitetit të Tiranës, edhe pse kisha kohë nëpërmjet përfaqësuesit tim ex officio në Komisionin Institucional të Zgjedhjeve. Sigurisht janë vetëm lista pa numër telefoni dhe pa adresë emaili dhe lista në hard copy, jo lista elektronike. Kush u avuri dispozicion? Kush e ka për detyrë t'u avërë dispozicion? Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, për sa kohë kandidatët konkurrojnë, duhet i vënë në dispozicion të gjithë arsenalin që ai komision posedon. Gjithsesi nuk janë këto problemet, e rëndësishme është që deri më tani nga ana ime është një fushat shumë qytetare, shumë paqësore, një fushat e cila ka qasje ndaj pedagogëve dhe studentëve të Universitetit të Tiranës, por edhe stafit administrativ, pavarësisht që stafi administrativ nuk është pjesë e trupës zgjedhore, por gjithsesi është pjesë e stafit të universitetit. Kam parapëlqyer që të kem kontakte me pedagogët dhe studentët, me grupe më të vogël pedagogësh dhe studentësh, apo me pedagogë të drejt për drejt, duke kërkuar që në radhë të parë të më njohin ato që nuk më njohin, dhe sigurisht kam bërë një raund të parë takimesh në të gjitha fakultetet e Universitetit të Tiranës, duke kërkuar pikë së pari të evidentojmë të gjithë së bashku problematikat që ka sot Universiteti i Tiranës, në mënyrë që nisur nga problematikat të mund të
të evidentojmë më pas mënyrën dhe rrugët e zgjidhjes së këtyre për të hartuar pastaj një platformë. Pra, nuk kam paraqitjen e një platforme të gatshme, por po e hartoni hap pas hapi? Patjetër, kam parapëlqyer që kjo platformë të ndërtohet bazuar në mendimet dhe sugjerimet e pedagogëve, të stafeve studentore, të stafeve të administratës, pasi gjykoj që janë pedagogët dhe studentët ato që në një farë mënyre e njohin shumë mirë universitetin dhe nuk do t'jem unë ajo që do t'i imponoj platformën. Kjo është një platformë e shkruar nga të gjithë bashkë për të gjithë bashkë. Pse vendoset kandidoje për rektore? Dëshira për të kandiduar është për të kuptuar që kjo është një detyrë dhe jo një post apo pozicion. Universiteti i Tiranës mbart mbi shpatulla një histori të vjetër dhe një histori shumë vjeçare, kështu që mbi shpatulla mbaj një përgjegjësi edhe historike për këtë institucion, për të përçuar më tej atë që ka më të mirë institucioni i arsimit të lartë, që është Universiteti i Tiranës. Kandidoj sepse besoj që kam integritetin e plot akademik, shoqëror, qytetar, për të bërë pjesë e stafit drejtues të Universitetit të Tiranës. Kandidoj sepse jam një pedagoge e kahershme e universitetit, prej 1988-ës, kam lindur në universitet, ta quajmë që në moshën 22 vjeçare më pjesë e Universitetit të Tiranës, kështu që jam rritur bashkë me universitetin dhe besoj që atë kontribut që universiteti ka dhënë ndaj meje, vjen një moment që unë dua ta shlyej për pedagogët dhe studentët. Jeni e vetëdijshme që nuk është garë e lehtë dhe në përgjithësi kërkon një lobim të fortë nga pas për ta arritur? Unë gjykoj që çdo garë nuk është e lehtë. Unë gjykoj që gara në vetvete ngërthen emocion, ngërthen pasion, ngërthen shumë përgjegjësi dhe po kuptoj që përgjegjësia sa vjen dhe shtohet edhe më shumë, sa më shumë pedagogë dhe student takoj dhe sa më shumë e kuptoj rëndësinë që duhet ketë ndryshimi i drejtimit në Universitetin e Tiranës. Por kjo përgjegjësi që më shtohet mbi shpatulla më jep kurajo për ta vazhduar garën dhe për të insistuar për ta fituar këtë garë. Mirë, do kam shumë pyetje të tjera, po do të jap fjalën një herë të ftuarave të tjera dhe më pas do të riflasim sërish Zonja Dibra. Zonja Kacolli, vendimi juaj për të kandiduar për rektore, si erdhi? Është një vendim i cili u rrit gradualisht, domethënë edhe unë trashëgoj një eksperiencë pedagogjike por më shumë se 25 vjet dhe një eksperiencë drejtimi si dekane por edhe 2 vjet. Universiteti ynë është universitet relativisht i ri, është shumë i ri. Universiteti mjekësor është vetëm 3 vjet. Ndërkohë që fakulteti i mjekësisë ka një eksperiencë, ka një gjatësi prej më shumë se 60 vjetësh. Problemet me të cilat u përballa gjatë drejtimit të fakultetit të mjekësisë dhe eksperiencat, problemet me të cilat pashtë si duheshin zgjidhur më bëjnë që të mendoj që ato sfida që paraqet arsimi mjekësor shqiptar, mendoja që mundet ti përballoja më mirë duke qenë drejtuese si rektore dhe ose dekane. Si po shkon fushata deri tani apo është herë? Mendoj që fushata shkon mirë, domethënë tek ne fushata shkon mirë. Tek ju do të thotë që ke tjerë ka probleme? Jo, nuk e di si është të tjerë, unë flas për universitetin tonë. Universitetin tonë shkon mirë. Mirë, nuk ka asgjë që do doni ta evidentoni apo dhe të rekuperohet për kaq kohë sa ka në dispozicion? Jo, domethënë është komisioni zgjedhor, po punon shumë mirë, ka krijuar kushte shumë të barabarta për të gjithë kandidatët, ka vënë dispozicion të gjithë materialet dhe fushata në përgjithësi është një fushatë relativisht e qetë ku njerëzit përballen me meritat që ata kanë, me punën që ata kanë bërë, edhe natyrisht edhe me evidentimet të metave dhe probleme që kanë pasur. Po mendoj që të paktën deri tani dhe besoj që kështu do vazhdoj, është një garë e ndershme. Ky shqetësimi im për barazi gjinore dhe për garë të ndershme ndaj grave ka vend apo është i egzageruar? Se ndoshta nisën nga eksperjenca në media. Në mjekësi, unë jam vi nga mjekësia dhe në mjekësi ajo diferenca gjinore ndihet që në profesion, ndihet që në profesion, kështu që ne jemi mësuar me këtë llogje dhe nuk na bën më vështirë, kështu që nuk është se ndjej këtë diferencën gjinore. Mirë, interesante. Uroj të mos e ndjeni as ditën e votimit dhe madje as të shpalljes së rezultatit. Besoj që jo. Unë kështu besoj. Zonja Paparisto, si është situata në fakultetin tuaj me garën dhe vendimi juaj për të kandiduar për dekane? Vendimi im për të kandiduar për dekane erdhi mbas një hezitimi të gjatë, për vetë faktin sepse gjithmonë kam menduar dhe jo vetëm menduar, por dhe besuar që në Fakultetin e Shkencave Natyrës ka shumë vlera. Edhe shumë njerëz se meritojnë për të marrë përsipër këtë kontribut, që është një kontribut qytetar dhe një kontribut i cili gjithsecili prej nesh në një moment caktuar duhet t'i afrojë institucionit.
Pasi ashtu si që mendoj unë pozicionin e drejtuesit të institucioni si që është dekani ose dekania, është një sakrificë që dikush i cili gëzon kompetencat profesionale edhe njëkohësisht kompetencat qytetare duhet ta marrë përsipër ta kryej. Por hezitimit i dha në fund fakti që shumë miq njerëz më kërkuan me besim të plot dhe ishte më tepër besimi i njerëzve që më shtyu të besoj edhe unë tek vetja dhe të kuptoj që ka arritur momenti i pjokurisë, i cili është i tillë që unë duhet të shërbej këtij institucioni por një farë kohë në qoftë se ky institucion do të më besoj, kjo e para. Dhe e dyta në faktin që shumë herë ne flasim edhe flasim për shumë gjëra që nuk shkojnë, nuk janë mirë, nuk na pëlqejnë, edhe shpeshherë qytetarët mbeten vetëm me kaq. Vetëm flasin. Dhe mbasi flasin nuk tentojnë asnjëherë që të marrin përgjegjësi më të mëdha për ta ndryshuar atë për të cilën flasin. Kjo është një arsye tjetër madhështore sepse më çoi drejt garës. Dhe arsye e fundit është që përballë meje kam një mik, një njerëz që e vlerësoj, edhe mendoj që një fushat e bukur me mes miq. Kjo ka garën. Si? Është më e vështirë gara mes miq. Është e vështirë mes miq, po ndoshta është hera e parë një mundësi për t'u thënë njerëzve të gjithë atyre që punojmë në të njëjtin institucion, që mund të ketë edhe gara të bukura, mund të ketë gara në të cilën nuk ka intriga, nuk ka prapaskena, po ka njerëz të ndershëm të cilët besojnë. Absolutisht ka pasur historikisht. Për shembull, ju e keni marrë listën e plot me emra, me adresa? Jo, unë e kërkova në fakt, më thanë që duhet bëj ca kërkesa me shkrim etj me radhë, po kur kisha telefonin e fotografova aty ku ishte, edhe tashmë nuk më duhet më japi njëri as me shkrim, as me vul, edhe as me leje. Edhe e kam marrë listën mbasi e kam fotografuar. Ja një ide për Klodin. Ta fotografosh me numrin e telefonit që ta kesh sepse duhet. Anila ka listën vetë të Fakultetit Shkencave të Natyrës dhe e ka gjetur listën tek ambientet e fakultetit, ndërsa unë duhet të shkoj të merrja në rektorat listën. Mund të shkosh në rektorat, ke shkuar këtë ditë? Kam përfaqësuesin tim në Komisionin Institucional ex officio që është i detyruar të bëj kërkesat për çdo gjë që unë kërkoj duhet me dojmos t'i përgjigjen. Është antar komisioni, pa të drejtë vote, por është antar i komisionit. Resiana është studente e angazhuar relativisht, dhe po diskutonim dhe pak më herët. Si përjetohet nga studentët kjo në periudhë fushate? Tek fakulteti jonë, Fakulteti Shkencave Sociale, kemi 2 kandidat për postin e dekanit, është profesor Edmond Dragoti dhe profesor Edmond Rapti. Janë 2 profesorë shumë nderuar, shumë figura të mira në Fakultetin e Shkencave Sociale, i kanë dhënë shumë atij fakultetit. Por ajo që më shqetëson mua është një përqindje shumë e vogël që është lënë kësaj here votës së studentit. Vota e studentit ka vetëm 10%, ndërkohë që është relativisht shumë e ulët. Është e ulët për shkak se aty do votohen, aty do shpalosen programe për studentët. Pra do shpalosen programe për studentët, si ne mund ta bëjmë jetën akademike, jetën në fakultet, mund ta bëjmë akoma më të gjallë. Edhe kjo votë mendoj që është e pamjaftueshme. Që ne të ngremë zërin për problemet tona. Pesha specifike le temi e votës së studentëve dhe ka shkuar në 10%. Ka qenë vetëm 10% edhe në ligjin e shkuar ka qenë 10%, vazhdon të jetë 10%, nuk ka ndryshuar absolutisht asnjë gjë. Është e pakonsiderueshme. Nuk ka ndryshuar. Ligji i shkuar dhe ligji i ri kanë të njëjtin vlerë në peshën e votës së studentëve. Është e mjaftueshme 10% vota e studentëve? Absolutisht jo. Jo, sepse në një fakultet me 4500 studentë, vota e studentit, po flas për Fakultetin e Shkencave Sociale në këtë rast, vota e studentit jetë vetëm 10%, mendoj që është e pamjaftueshme. Nuk e di si mendon zonja Dibra? Edhe unë mendoj që është e ulët përqindja e përfaqësisë studentore ose e peshës specifike të votës së studentit, pasi Universiteti i Tiranës ishte edhe vajza që 4500 studentë, pra pesha specifike për të zgjedhur titullarin e fakultetit apo titullarin e institucionit, gjykoj që është e ulët. Sigurisht ndoshta kemi parë që studentët kanë treguar një lloj indiferencë, por unë kuptoj që në vitet e fundit studentët e universiteteve shqiptare janë zgjuar dhe kanë bërë mirë që janë zgjuar për të kërkuar të drejtat e tyre. Është shumë e rëndësishme atë që tha dhe studentja, që unë jam shumë dakord që jeta studentore të jetë e gjallë brenda institucionit arsimit lartë. Kështu që duhet kemi obligime më shumë ndaj studentëve, në mënyrë që kërkesat e tyre të mund të merren në konsiderat, të mund të diskutohen me studentët, sepse pikërisht ti bën një llogari që ndoshta mua më mjaftojnë të themi votat e pedagogëve dhe do punoj pak për studentët, pavarësisht se studentët është një numër shumë i madh që nuk arrin dot të arrisht i kontaktosh,
Kjo edhe sepse jemi në një proces mësimor që nuk mund ta cënojmë në mënyrë të... Do të thënë fushata bëhet mbas orarit të mësimit, besoj, edhe për ju dhe për studentët? Fushata po bëhet në kohë që studentët janë në proces mësimor, që dhe pedagogët janë në proces mësimor, sepse në Universitetin e Tiranës, por mendoj ndoshta edhe në universitetet e tjera publike, mësimi zhvillohet deri në orët e vona të pasdites, që të duash të bësh fushat në orën 8 të darkës, kur ka mbaruar procesi mësimor, më duket se është e parealizueshme, sado dëshirë të mirë të kemi ne, por gjykoj që një peshë më e madhe e votës së studentëve do të vinte më shumë përpara përgjegjësisë çdo kujt që do të kërkonte votën e studentëve. Zëra Kacolli, për peshën e studentëve të votës? Në fakt, unë këtu nuk ndaj të njëjtin mendim me Klodin. Për mendimin tim, 10% është mendimi im, 10% është tamam. Është përfaqësues, mendoni? Është përfaqësues për mendimin tim, por ato që sepse të zgjedhësh një është përgjegjësi, të zgjedhësh një rektor, të zgjedhësh një dekan, është një përgjegjësi dhe për stafin pedagogjik, për gjithë stafin akademik që përfshihet këto, dhe mendoj që pavarësisht vlerës dhe pjekurisë vërtet madhe që kanë studentët tanë, edhe ne prekim për ditë me dorë, është vërtet një brez që është një brez shumë i informuar, një brez që është vendimar, që gjykon drejt, por prapë, domethënë në gjykime platformash edhe në gjykime drejtuesish që do t'i japin drejtimin atij universiteti, unë mendoj që 10% është tamam. Edhe nga kontakte që kam pasur me studentët këto kohët e fundit, unë mendoj që është tamam. Nuk ju janë ankuar? Jo, nuk janë ankuar, nuk janë ankuar fare, bile studentët kanë shprehur ato që edhe kanë qenë dhe ideja e studentëve kjo, që e di që mund të kanë thënë që është e vështirë, sepse ne kanë thënë sot bile kanë thënë këto që ne nuk i njohim. Dhe vota jonë është një votë e përgjegjshme dhe ne nuk i njohim mirë, janë studentë të vitit të parë. Janë studentë të vitit të parë që sa kanë hyrë, të votojnë tani se cili do të jetë drejtuesi më i mirë, për shkak të drejtuesët tanë, është përgjegjësi shumë e madhe. Mirë, të pyesja Zërin Paparisa dhe pastaj kam edhe një pyetje përse i takon. Komenti im do ishte i tepërt, unë jam antare e Komisionit për Reformën e Arsimit të Lartë në Shqipëri dhe si e tillë mendoj që fjalën time e kam dhënë. Thuaj që e keni propozuar vetë këtë 10%. E kam dhënë, jo, unë kam propozuar diçka tjetër që mbase studentët do t'ju pëlqejë, se bashkohem me mendimin e zonjës Rakacolli, profesoreshës, në të cilin shpesh herë studentët marrin një vendim të ndikuar dhe një vendim i cili nuk lidhet me njohjen dhe dijen e tyre mbi ato që është drejtuesi akademik i institucionit të arsimit të lartë. Megjithatë, duke qenë se jeta ime janë studentët, sepse pas studentët nuk ka universitet, nuk ka as institucion të arsimit të lartë, mendoj që, unë jam pjesë e grupit dhe grupi ka vendosur 10% dhe kjo mbas një analize jashtëzakonisht shumë të gjatë. S'kam koment tjetër, mendoj që është për mua. Mirë, jo, dakord për argumentat që thanë për studentët, po me zonjë Rakacolli pak do doja ta ndalesha. Problemi është që vetë pedagogët mund të jenë të ndarë në kampet ndryshme, në grupet ndryshme, s'po e them që të bëjmë pazare, se do është pak e ulët me termi, nuk shkon profesor që të bëjmë pazare, por në një farë mënyrë janë të ndarë në grupe dhe lobojnë për kandidatë ndryshëm. E dëmton kjo edhe peshën e tyre, po dhe procesin? Dhe ndoshta do ishte një balancimi mirë me studentët? Jo, unë do thosha që jo. Unë nuk e mendoj që mundet që ky të ndikoj të studentët, jo. Nuk e mendoj shumë. Lodi? Por thuaj që ka grupe pedagogësh, besoj se po, sepse e para një herë që një universitet ka në përbërjen e vet disa fakultete. Kështu që unë për shembull që jam në fakultetin e gjuhëve tuaja dhe themi aktualisht edhe dekane e fakultetit gjuhëve tuaja, sigurisht njoh më mirë stafin pedagog, stafin akademik apo studentor të fakultetit, por duke qenë dhe në organe kolegjiale të universitetit njoh një pjesë mirë dhe të kolegëve. Kështu që kjo bën që mund të kesh disa pika të forta në disa fakultete ku ti ke dhe njohuritë tuaja ose të njohin më mirë për shkak të punës, të marrëdhënieve apo të marrëveshjeve, të bashkëpunimeve që ti ke pasur, dhe mund të çdosh diku në një fakultet tjetër ku mund të jetë, të themi, i një kahu tjetër shkencor dhe që kontaktet i ke pas në numër më të paktë. Tani jeni të gjitha të kujdesshme sot kur po flisni. Thuat një kahu shkencor, po kah politik, ka në këtë garë? Unë deri tani nuk kam nuhatur asnjë lloj ndikimi politik, edhe pse ndoshta të gjithë ne jemi përfaqësues qytetar që në fund të fundit në zgjedhje politike hedhim votën për një subjekt caktuar politik. Unë do desha shumë që politika përfundimisht të mos cënonte më absolutisht universitetin, të qëndronte larg universitetit, të mos ndikonte absolutisht që po.
të mos ndikonte as mbi pedagogët, as mbi studentët, pra ta linte universitetin të piqe dhe të tregonte që është vërtet i pjekur për të marrë vendime për interesat e universitetit dhe jo për interesat partijake. Se duhet ta bënte politika këtë? Politika duhet ta bënte sepse duke parë pjekurinë e universitetit, politika duhet të mësojë nga universiteti dhe universiteti duhet t'i japë një mësim të mirë politikës në Shqipëri me këtë zgjedhje. Mirë. Zëra Kacolli, komentin për politikën e universitetit. Ne tek në universitetin tonë nuk është ndjerë fare, absolutisht jo. Nuk ndjehet. Në universitet nuk është ndjerë fare. Dakor. Edhe mendoj që është një gjë shumë e mirë, bashkoj me Klaudin, është gjë shumë e mirë. Zëra Pavarisa? Në garën tuaj? Ka dallime partijake, grupime që mbështesin njërin krah tjetrin? Mendoj që jo. Po ky është mendimi im. Unë nuk e besoj që politika ka fjetur gjumë. Kështu që në qoftë se duhet të jem e sinqert, mendoj që se besoj se politika po flet gjumë, politika i kamperuar çfarë ka për të bërë zgjedhjet e veta, por hapur razi në presion të dukshëm, unë këtë nuk e kam ndjerë, nuk e kam parë, por jam e bindur që diku ekziston. Nuk do isha shqiptare, po thosha që se besoj që politika Nuk e di, Resiana, e ndjen ke studentët? Te ju bëhet fushat politikisht? Do them shumë bëhet fushat në kampet e dy kandidatëve në rastin tim. Ka personat të cilat, ka student që duke u ndikuar edhe nga faktorët jashtë mund të, ndoshta edhe jo plot në besimin e tyre mund të favorizojnë njërin ose tjetrin. Jo me bindjet e tyre, jo me ato çfarë ato do donin të zgjidhin, por duke u ndikuar edhe nga faktorët jashtë. Dhe një prej tyre është edhe faktori politik. Dhe si mund të shmanget kjo? Në radhën tuaj si studentëm, si mund të shmanget faktori politik? Si mund të shmanget? Në qoftë se studentët ndihmohen edhe nga politika kur shkojnë, kur futen në dyrë. Ajo nuk është e shfaqur. Domethënë, ka studentë të cilët mund të punojnë edhe në fshehtësi. Nuk është një fenomen që është i shfaqur. Absolutisht. Po, patjetër. Në lidhje me këtë, politika kishte në dorë që të bënte një ligj, i cili do t'i vendoste ndoshta në zgjedhjet e menjëhershme që do të zhvillohen në një start të barabartë. Por, ashtu siç ndodh gjithmonë, kur hartojmë ligjet e arsimit lartë, dhe këto ligje kanë filluar të hartohen që mbas 12-s, gjithmonë jemi përpjekur që, ose kemi hasur ligje, ku ligji në të vërtet është i shkruar, ndërsa mbrapa ka emrat atyre që duhet zgjidhen rektor. Ligjet janë ndruar edhe në minutë të fundit për të favorizuar dikë apo një grup njerëzish. Kjo ka ndodhur në 2007-ën, kjo ka ndodhur në 2011-ën, pra në zgjedhjet të 2011-2012-s, dhe mendoj që kjo ndodhi dhe nuk i shpëtoi dhe kësaj radhe ajo ndërhyrje e cila për mua është shumë dashakeqëse, pikërisht kur në dispozitën kalimtare 131, kur edhe grupi i punës, dhe profesoresh Paparisu ka qenë antare e grupit të punës, ishte parashikuar që një reformë në universitet, në arsimin e lartë, është një reformë e cila kërkon edhe drejtues të rinj. Pra kërkon elitat të cilat nuk janë provuar për drejtimin e universitetit, pra qofse kemi një grup drejtuesish të cilët e kanë mbyllur ciklin e tyre, pra shef departamenti, dekan, rektor, unë besoj se këto njerëz duhet ktheheshin në pedagog të thjeshtë. Pra, ju dhat në kronik që ato që sot janë rektor nuk kandidojnë më për rektor, por mbeten përsëri në tregun e autoriteteve drejtuese. Kandidojnë për dekan apo për shefa departamenti dhe unë jam e bindur që ligji përsëri do ndrohet dhe përsëri do të kemi riciklim të gjithë njerëzve të cilët nëse sot flasim se në ç'gjendje janë universitetet publike, atëherë duhet vëmë edhe emrin se kush i ka katandisur të universitetet në këtë gjendje. Nëse flasim që kemi kaq shumë probleme, atëherë këto probleme kanë një emër. Nëse themi që nuk kemi transparencë financiare apo transparencë të veprimeve dhe të vendimeve që merren, atëherë të gjitha këto kanë një emër. Dhe si ka mundësi që në orën 3 të mëngjesit, Parlamenti i Shqipërisë pranoi ndryshimin dhe futjen e një fjalie në dispozitën kalimtare, kur e gjithë fryma e ligjit presupozonte që numri i mandateve është 2 për gjatë gjithë karrierës, atëherë në një moment të fundit u bë një ndërhyrje e cila thotë
numrimi i këtyre mandateve fillon nga 2017. Dhe pyetja ime është shumë e thjeshtë. Po pse nuk fillon nga 2002? Nuk po flinte politika, ishte zgjuar në atë orë. Ndoshta, pse nuk filloi në 2002, pse nuk filloi në 2012, po pse pikërisht në 2007? Në qoftë se fryma ka qenë për të sjellë një reformë të re në arsimin e lartë, kjo reformë kërkon edhe njerëz, kërkon energji, kërkon integritetet të tjera, të cilët do të merrnin përsipër realizimin e një reforme. Në qoftë se riciklojmë po të njëjtët stafe drejtuese, unë gjykoj që nuk kemi bërë gjë tjetër, veçse jemi në modelin Medvedjev-Putin, ku ndrojnë vendet kryeministër president apo president kryeministër, dhe në fund fare do shohim që gjithmonë reformat nuk kanë sukses. Do të vijë një forcë tjetër politike, përsëri do ta ndrojë ligjin e arsimit lart dhe riciklohemi dhe kemi që nga 90-ta dhe këtu dhe në vitin që flasim që të njëjtat gjëra bëjmë, vjen një klasë politike, hidhet ligji, hidhet strategjia, krijohet, bëhet një ligj i ri, fillohet ndërtohet një strategji e re, dhe ky arsim që nga 90-ta nuk ka një pikë mbritje. Ku duhet të jetë arsimi shqiptar në 2020-ën, në 2030-ën apo në të tjerë? Ke një koment për këtë pjesë e ndryshimit? Ka ishtë rëndësishëm në moment fundit? Komenti im është, le themi një lloj pengu në shpirt dhe në zemër, që ajo çka u bë me shumë mund të djers për të lejuar një ndryshim thelbësor të rënjësishëm, jo vetëm në drejtim, por në të gjithë mentalitetin e arsimit të lartë në Shqipëri, me të vërtetë në orën 3-4 të mëngjesit, në nenin 131.1, është ushbë. Edhe kjo është një peng të cilin unë nuk mundem ta... Jo, nuk e kishit votën në parlament, po... Kështu që... Kjo është diçka e cila... atyre që u bën pjesë të reformës, mos a kishin bërë, po, mësa duket ka qenë për ta edhe për ta e pamundur. Ishte presionet e politikës në njerë dalin për te akademisë. Zënre Kacolli, për këtë pjesë të riciklimit? Unë ndaj të njëjtin mendim. Nuk do të kishte ndodhur. Nuk do të kishte ndodhur. Sepse kanë mbetur një farë mënyrë e pa emër për gjësit e gjendjes ku është universiteti sot? Universiteti si institucion. Po flas më tepër për nenin, që nuk do të kishte ndodhur, nuk do të kishte ndodhur ajo gjë. Ajo gjë ishte një gjë e menduar, domethënë grupi që ka punuar dhe e kishte të menduar atë pjesë, pse nuk do të kishte ndodhur. Kjo i dinte edhe emrat, domethënë sepse emrat janë, dhe ajo gjë nuk do të kishte ndodhur. Domethënë ajo ka qenë, nuk ishte thjesht për Anilën që e mban, po ka qenë për të gjithë. Jo, është personale, është pjesë e grupit të gjithë njerëzve që punuan. Ashtu, ajo ka qenë për të gjithë ne që e dëgjuam, për të gjithë ne që e pam se kishim pasur ligjin në përduar, e kishim diskutuar, dhe kur të nesër ju erdhi një surprizë. Një variant është një surprizë, domethënë, edhe nuk është mirë pritur nga stafi akademik. Pra dhe varianti i çuar nga komisioni i ligjeve dhe komisioni i arsimit në parlament nuk e ka pasur këtë fjali. Dhe është futur në dispozitat kalimtare. Dakor, mirë, kam një shkëputje shkurtër publicitare, rikthehemi me njëherë për ta vazhduar debatin me gjendje në universitete, çfarë premtojnë në platformat e tyre, çfarë po dëgjojnë edhe nga pedagogët dhe nga studentët dhe si mund përmirësohet mësimdhënia në universitete. Pas pak rikthehemi drejt për drejt. Jemi rikthyer, por Esiana, këto vërejtje që i kishe gjatë publicitetit mund t'i kishim thënë dhe gjatë emisionit. Pse mendon që studentët do të kishin më shumë pesh në votë, sa 10% që? Unë përflisja edhe pak më parë me zyshën edhe mendoj që realisht duhet të rritur pesha e votës së studentit. Duhet të rritur sepse është ajo që ka thënë pak më parë. 4500 studentët përfaqësojnë vetëm një 10%, ndërkohë që më duket realisht shumë peshe ullët, shumë peshe vogël. Ndërkohë që studentët po janë për ditë, po ngrenë kauza që realisht ata i prekin, ata i ndjenë. Kështu që mendoj që duhet ishte... Oke, le të marrim pak problemet me radhë, se po më vinë edhe shumë sugjerime dhe pyetje nga ata që po na ndjekin. Po e nisim pak tek financat? Kjo fushat ka edhe para? Si po ja bëni? Ka shpenzimet pak të, se para... Jo, sinqerisht, të gjitha komunikimet i kam bërë me email me pedagogët edhe çfarë kam pasur një platformë paraprake ju kam përcjell me email. Jam duke përpunuar përfundimisht platformën për t'ia dhuruar pedagogët në një format të PDF përsëri me email, dhe nëse do të arrij me rrogën time të përgatisë edhe në format hard copy, do ta bëja me kënaqësi, duke shpresuar që sigurisht para nuk harxoj, për fat të mirë. Nuk ka buxhet që vjen në dispozicion. Jo, fare. Për fat të mirë duke qenë femër, sigurisht që duke ulur pasaj në tavolina ku janë në përgjithësi janë meshkuj,
sepse janë stafe drejtuese meshkuj, më qerasin kafen edhe çaj, dhe unë jam gatu me shumë pak shpenzime, në përgjithësi çaj e shill, çaj kamomil, edhe ndonjë kafe dekafeinato, do me thonë jam njëri pa shpenzime, kështu që gjykoj. Janë tek alkooli apo jo? Ke pjetë ke çaj dhe ata? Nuk e di se ku janë ato, por që gjithsesi unë jam me shpenzime të pakta dhe gjykoj që është shumë e rëndësishme. Për të njoftuar aktivitetet, më thoshte zonja Paparisë pak më herët, duhet të merrni leje, duhet vendosni një poster, një njoftim, si funksionon, si po Për të njoftuar aktivitetet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës duhet marrësh leje nga kancelari. Kjo është vendosur. Unë mendova që do ishte më shkurt, njoftoje me një letër në komisionin që është ngritur pranë fakultetit. Por në fakt kjo gjë funksionoi se dhe për ato listat që i fotografova duhet merrja prap lejet e kancelarit që t'i merrja listat. Kështu që është vendosur ky rregull, që është rregull në fakultetin tonë, megjithatë s'po funksionon deri tani, është thjesht një procedurë burokratike apo nuk më bezdis. Nuk më bezdis. Megjithatë, nuk më bezdis. Jo të gjithë kancelarët kanë të njëjtin predispozicion. Unë gjej rastin për të falenderuar kancelarët e fakulteteve të histori filologjisë, të shkencave sociale dhe të fakultetit të drejtësisë, që kanë qenë shumë të predispozuar, qoftë edhe me një telefonat, për të kryer të gjitha punët, dhe kjo është besoj në detyrimin e gjithë sekujt për ndihmuar kandidatin, sepse koha për të bërë fushat është shumë e shkurtër, sa të shkruash një letër, sa të të vijë përgjigjja e letrës, pra kaloni një burokraci e cila nuk ka vlerë. Këtu sigurisht kam hezitimet e mia për të thënë për punën e kancelarit të shkencave të natyrës dhe të fakultetit të ekonomisë, sidomos ai fakulteti të ekonomisë që nuk gjeta predispozicion absolutisht fare, dhe këtu gjej rastin për të thënë arsyet pse ka një diskriminim. A pyetët vetë drejt për drejt? Jo, nuk e kam kontaktuar. Ashtu si të themi këto ngecjet në komunikim që ndodhin, por në 3 fakultete ka pas një komunikim të shkëlqyer me kancelarët, që gjej rastin t'i falenderoj dhe shpresoj shumë që në vazhdimësi kemi po këtë komunikim dhe të ndryshoj qëndrimi tek kancelari i shkencave të natyrës dhe i fakultetit të ekonomisë. Zonja Kaculli, ne nuk kemi, për sa i përket financave nuk është një problem i madh, sepse sot me median elektronike kjo është një gjë që është e zgjidhur. Për sa i përket problemit të lajmërimit të aktiviteteve, ndoshta nga që universiteti ju është i vogël dhe ne jemi dhe mjekë dhe jemi mësuar një çik, ne nuk i shohim shumë këto gjëra, kështu që nuk i kemi pasur fare këtë lloj problemi. Në kancelarët kanë qenë komplet në dispozicion, kam mjaftuar vetëm një telefonat dhe çdo gjë ka funksionuar mosmirë. Dhe natyrisht edhe një lajmërim i dekanëve aktual që janë për aktivitetin që do zhvillohet në fakultetin e tyre, dhe gjërat kanë qenë shumë operative, mjekësia është më operative. Pedagogët kanë disponibilitet të jenë në takimin tuaj, në takimin me konkurentin tuaj. Në çdo takim pas një lloj problemi. Nuk kanë, nuk ndjehen. Ka frikë ndër të pedagogëve zonja Paparisto? Mendoj që po. Shumë. Mendoni apo keni prova? Unë bese, Claudio do thot, po unë do them, mendoj që po. Ja u kanë shprehur? Ja u kanë thënë? Nuk vi nuk mbështet dot se kanë frikë. Ka kolegë të cilët në mënyrë të hapur, po në 4 sy të thonë që të mbështes, më pëlqen që ke marrë guximin të kandidosh, më pëlqen që ke marrë përsipër këtë sfidë, ka nga ato që thonë dëgjoj, po ti s'di me bë dhe s'po i nxjerr fjalët tek shija nga goja se s'dua t'i nxjerr këtë punë ose këtë punë keqe, pse do të kandidosh me vra veten duke punuar për fakultetin. Ka edhe nga këta që e presin këtë në mënyrë. Po që ka dhe nga ata që thonë që ne votën do t'a japim, po nuk shfaqemi në përkrahje sepse kemi frikë. Po, hapur, e kam dëgjuar këtë gjë. Nga çfarë mund të ketë frikë një pedagog? Unë që kam marrë guximin të dalë, nuk mendoj se duhet ketë frikë. Megjithatë, një njeri tjetër e gjykon nga pozitat personale, njerëzit mendojnë që çdo njeri që do të vijë në fuqi nesër mund të ketë mundësi për t'u hakmarrë, kështu që unë s'di çfarë të them, mendoj që kjo gjëja është e lidhur ngushtë me mënyrën tonë të menduarit, me kulturën që kemi ndërtuar në gjithë këto vite, nga e cila nuk lirohemi dot mbase. Jo, unë e kuptoj frikën dhe edhe justifikoj në një individ që është më i pamundur, që i përket një tjetër strese sociale, po pedagogut nuk ja justifikoj dot frikën, më vjen keq. Realiteti ka treguar që ekziston frika edhe në institucionet e arsimit lart, nuk ekziston frika në Shqipëri vetëm në institucione që nuk i përkasin arsimit lart. Se frika është dhe frika për të humbur vendin e punës, besoj. Këtë gjë nuk e di ta them deri te vendi i punës, po që çfarë është frika? Zonja Kaculli. Unë nuk e perceptoj më shumë si frikë, domethënë në ambientin tim nuk e perceptoj, e perceptoj të ndjenjë, por nuk e perceptoj shumë si frikë, e perceptoj më tepër si një mosdëshirë për të prishur ekuilibra.
sepse ndonjëherë Ekuilibrat e kujt? ekuilibra mes miq, për shkakun sepse kandidatët janë të ndryshëm, shpesh ata personat gjenden mes miqve ose mes dëshirave të ndryshme dhe nuk kanë qef shumë të prononcojnë sepse ndoshta mendojsh mund të për një ndjesi jo frike. Pyetjen e Ilvës, pra nëse flasim për frikë, flasim për pjesëmarrje në aktivitetet që bëjnë kandidatët. Sepse sigurisht që askush nuk ta thot votën hapur dhe normalisht nuk ka arsye për ta thot hapur. Por pjesëmarrja në aktivitetet e kandidatit, unë gjykoj se është detyrim për pedagogun, sepse nesër pastaj kur të zgjidhet dekani apo rektori apo shefi i departamentit, sigurisht që nuk ka asnjë lloj arsye për të kërkuar llogari nëse ai nuk e ka dëgjuar platformën e kandidatit, nuk ka shprehur shqetësimet e veta për platformën ose për gjendjen ekzistuese të universitetit dhe nesër të tundë letrën dhe të thotë pse s'bën këto, pse s'bën ato, pse atë. Kjo është e tha dhe profesoresh Paparisto, ndoshta është akoma në një mentalitet që me sa duket nuk kemi çliruar ende nga disa frika të mbartura dhe ndoshta unë them që është një moment kurajos i disa femrave të cilat po guxojnë të garojnë dhe kjo është një risi në këtë proces zgjedhor, pasi kemi kandidate edhe në Shkodër edhe në Durrës, është për herë të parë që ne u përpoqëm të kontaktojmë, por një pjesë janë në fushat, një pjesë kishin pamundur të vinin apo të bëjnë. Kjo është për herë të parë që ndodh në gjithë institucionet publike. Po mund duket si interesante nga ideja e kushtozonjave panelit. Absolutisht, për këtë gjemrasin përsëri ju falenderojmë, por unë gjykoj që ka ende frikë, kjo është e lidhur me marrëdhëniet që ekzistojnë midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, sigurisht me atë pabarazi të garës që në start dhe me atë të themi ndërhyrje në minutë të fundit që është bërë ligjit, gjë që i jep mundësi stafeve të sotshme drejtuese të kenë dhe gurin dhe arrën në dorë. E nisim pak me problemet që ju kanë dhënë, nuk e di studentët, kishit diçka për të thënë deri në këtë pikë? Tek frika? Studentët nuk kanë frikë, besoj. Nuk kam përshtypjen se studentët nuk e ndjejnë frikën. Apo kanë dhe studentët? Studentët nuk e ndjejnë frikë, prandaj duhet kishin më shumë përqindje në është ajo që diskutojmë më parë. Studentët nuk kanë frikë, por thjesht studentët kanë pëlqime. Kanë dëgjuar platformën e njërit profesorit tjetër dhe normalisht kjo ecën dhe pak me departamente, pastaj që një departament mbështet një profesorin e vet, departamenti tjetër edhe kështu me radhë. Domethënë por që ndjenjën e frikës nuk e kanë. Mirë, nisim pak me problemet që ju kanë thënë në këto takimet para që keni bërë, Zënja Paparisto, ju keni një platformë tashmë që po e diskutoni apo po e hartoni hap pas hapi? Po, jo, unë kam një platformë të cilën hap pas hapi po e plotësoj me sugjerimet edhe me mendimet që po mbledh nga kolegët. Në përgjithësi, ajo që unë kam ofruar në platformën time janë 4 shtyllash: demokratizimi, bashkëpunimi, transparenca dhe kolegjialitetit, që mendojnë janë elemente të rëndësishëm të cilët do të zhvillojnë strukturën e institucionit të arsimit të lartë, do ta përmirësojnë atë, po do të hapin drejt dyert edhe drejt 2 elementeve që unë mendoj që janë të rëndësishëm, që është cilësia dhe merita. Dhe këtë platformë time të ndarë në mësimdhënie, kërkimi shkencor, ofrimi shërbime për të tretët, por njëkohësisht edhe puna me studentët. Me kam ndarë me kolegët e mi, kam pritur për tyre sugjerimet, kam mbledhur plot sugjerime, mendoj që të gjithë sugjerimet rrafin Fakultetin e Shkencës pothuajse në të njëjtin vend. Në rast të parë në faktin që të gjithë ne duhet të përpiqemi të gjithë për të përmirësuar infrastrukturën e cila ofron jo njohuri, po ofron aftësi dhe shprehi, sepse për të ndërtuar një institucion të arsimit të lartë kompetencën profesionale, sidomos në shkencët e natyrës, nuk mjaftojnë auditoret e lektorimit, kur duhen laboratoret. Dhe kjo është pika e dobët që ne kemi, pavarësisht se mundohemi gjithmonë, pavarësisht se mundohemi të shfrytëzojmë në mënyrë efikase ato që kemi, që shpeshherë janë shumë të vjetra, po punojnë me përkushtimin e atyre që derdhin djersën edhe mundin çdo ditë. Përsëri ne kemi jashtëzakonisht shumë nevojë që të mbështesim studentët tanë, po të mbështesim edhe mësimdhënien tonë për laboratë të cilësore pikërisht në këtë element. Kështu mendoj që kjo i bashkon të gjitha, pastaj ka për shembull mendime të tjera si shndrimin e profesion të rregulluar shumë profesioneve, për shembull bioteknologut, biologut, që sot dalin në treg, po duke mos e pasur këtë lloj rregullimi, nuk janë pjesë e tregut ashtu siç duhet të jenë. Gjë që nuk lidhet drejt për së drejti me institucionin, lidhet me mosuesinë. Shumë kanë të bëjë Fakulteti i Shkencave të Natyrës është fakulteti i mosuesisë. Kështu që si e tillë mosuesia është një pikë kyçe në të cilën ne duhet vazhdojmë të investojmë në të ardhmen. Mendimi kyç tjetër është marrja ose le të themi krijimi të gjithë kushteve të përshtatshme që fakulteti të rikthehet ajo që e ka bërë shumë mirë, një detyrë të rëndësishme, trajnimi i vazhdueshëm i mësuesve, formimi i vazhduar i tyre. Gjë që kemi humbur për një kohë gjatë lidhjen me
me shkollën pavarësisht se jemi munduar ta ruajmë me përpjekjet tona. Kështu që këto janë mendimet bazë të cilat kanë ardhur, por edhe shumë të tjera. Do i mblidhni besoj në takimet e radhës. Zënjëra Kacolli, për ju, çfarë shqetësimi kanë pas më së shumti kolegët? Që do të reflektonin programin tuaj. Natyrisht që platforma e një rektori do të ngrihet patjetër, do të reflektojë platformën e dekanëve të fakulteteve, sepse roli i rektorit duhet të jetë edhe një çik koordinues dhe i bazuar në ato. Fakultetet kanë autonominë e tyre, kanë mënyrat e tyre të zhvillimit dhe roli i një rektorati është që t'i bashkojë ato, të ofrojë ato edhe t'i çojnë çik më lart. Natyrisht që shqetësimi fakulteteve, detyra bazë e fakulteteve është mësimi. Edhe ai shqetësimi që ngritet profesori Paparisto është edhe në fakultetin tonë, ose më saktë në universitetin tonë. Të gjitha fakultetet e kanë problem lidhjen e mësimit teorik me praktikën. Dhe aq më tepër, sidomos tek neve, ky është një problem të cilën e kanë prekur me dorë edhe e prek vazhdimisht me dorë si dekan e fakultetit mjekësisë. Do të thonë tek ne, pavarësisht përpjekjeve që janë bërë për të munduar për të rritur ato mundësira që të kenë studentët për të aftësuar dhe nga ana praktike, aty neve vazhdojmë të kemi një boshllok të madh. Edhe kjo do të jetë një sfidë për fakultetet, në veçantë edhe për universitetin në përgjithësi. Në këtë pikë bile neve ndoshta kemi shkuar me keqardhje, mund të them që kemi shkuar një çik edhe mbrapa, sepse në kohën kur unë kam mbaruar fakultetin për shembull, edhe kemi pasur mundësinë që kemi pasur një vivarë në fakultet. Do të thonë, ne bënim eksperimente ke kafshët, unë mbaj mend eksperimente që kemi bërë në neurologë, eksperimente që bënim me kafshët, elektroencefalografinë e levurit, për shembull, në një kohë që studentët tanë eksperimentohet e njerëzit? Tekste nuk ka eksperimentohet, do me thonë tash shfrytëzohet një çik elektronika, por nuk është njësoj. Nuk është njësoj dhe kjo, do me thonë, ndërtimi i një qendre të tillë për skillse është një nga ëndrat e mia në fakt, por fakulteti i mjekësisë nuk është bërë gjithë këto vite. Është e kushtueshme, tash është një nga ëndrat e mia në sirtar që kam në këtë tavolina e dekanit dhe që shpresoj shumë që të realizoj. Do me thonë ndoshta edhe me disa gjëra që kanë filluar, me disa hapa që kanë filluar. A do të jetë me të vërtetë një gjë shumë e mirë. Në Dibra? Shqetësime që unë kam arritur të përthith nga stafet akademike, por jo vetëm, sepse unë jam pedagoge prej kaq kohësh, kështu që i ndjej këto shqetësime dhe duke qenë në një strukturë drejtuese, qoftë senat akademik, por dhe drejtuese e fakultetit, kemi gjykuar që t'i ndanim në disa shtylla, duke përcaktuar pastaj dhe mënyrën se si mund të zgjidhet secili nga këto probleme, siç është problemi i modelit parimeve dhe strukturave të drejtimit të universitetit, duke gjykuar që shpeshherë mungon një harmonizim i strukturave në vertikalizimin dhe në rrafshin horizontal të marrëdhënieve që krijohet nga lart poshtë dhe të marrëdhënieve paralele. Në situatën e programeve që sot ofron Universiteti i Tiranës në ciklin e parë të 2 dhe të 3, gjykojmë që dhe kemi arritur një përfundim që ka programe të cilat sot tregu i punës nuk i përthith më, që do të thotë ka nevojë të rifreskohen, ka nevojë që të ripërshtaten me kërkesat e tregut, ashtu si është shumë e nevojshme lindja e programeve të reja të cilat do t'i përshtaten edhe zhvillimit të sotëm. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që ka lindur si problem janë politikat përsa i përket trajtimit të pedagogut. Kam pasur rastin që të lançoj një nismë me të gjitha fakultetet dhe stafet akademike statusin e pedagogut. Fatkeqësisht, universiteti dhe universitetet publike nuk e kanë statusin e pedagogut, pra ajo kontratë e punës që hartohet midis punëdhënësit dhe punëmarrësit i referohet vetëm kodit të punës, që është gjithë përfshirës dhe nuk ka specifikat e veta. Dhe unë gjykoj që çdo kategori, siç është kategoria e pedagogëve, ka specifikat e veta, të cilat duhet të jenë të mbrojtura në një status, dhe ky status do të jetë të themi një dokument i cili do të mbronte marrëdhëniet e punës midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. E dim që në Shqipëri ka shumë pak oponencë, e dim që në universitet mungojnë sindikatat, pra në një farë mënyre statusi do të ishte ai që do të ndihmonte dhe do të mbronte pedagogun ndoshta nga një sjellje arbitrare e titullarit. Ne kemi pasur raste të përjashtimit të pedagogëve nga Universiteti i Tiranës që gjykoj që janë përjashtime arbitrare pikërisht për mungesë ndoshta edhe të një statusit pedagogut. Problemet e tjera janë problemet e hasura në kërkimin shkencor,
të cilat janë pothuajse dhe besoj se dhe profesoresh Paparisto në një farë mënyre e rumbullakosi këtë si problem. Pra, në shtyllat kryesore ku sot është ku universiteti mbështetet dhe që është pikërisht procesi mësimdhënies dhe procesi i kërkimit shkencor, për të mos harruar sigurisht në marrëdhëniet me studentët, në marrëdhëniet me tarifat e studentëve, në marrëdhëniet me atë çka studentit duhet i ofrohet në infrastrukturën didaktike dhe në çfarëdo lloj infrastrukture që do të ishte në ndihmë të jetës studentore dhe të mësimit për studentët. Mund të them dhe një fjali të shkurtër, mendoj që një nga elementet që nuk e ceka, po tash duke folur edhe profesoresh Klodi më kujtuar, është që kërkohet më pak tallash edhe më shumë mjete puna. Patjetër. Ju vi ju sillin shumë tallash? Jo, më pak në silin tavolina dhe stola me shumicë. Paratë studentëve të mos shkojnë ai shumë për tulla lellaç, por të shkojnë aty ku ka nevojë studentët. Po, kush do t'i përcaktoj se ku duhet shkojë? Sepse do transparencë. Çdo gjë do transparencën e vet. Pra, nëse ka një realizim të buxhetit të universitetit që për fat keq unë dhe profesoresha Nila jemi antare të Senatit, realizimi i buxhetit kalon për 10 minuta dhe parashikimi i buxhetit për vitin në vijim kalon vetëm për 5 minuta me 5 slajde, ku sigurisht ai që është ignorant në kuptimin i paditur për fushën e ekonomisë, i duket çdo gjë e bukur, sepse slajdi është i bukur është me ngjyra. Pra, mungon ajo transparenca, mungon transparenca e kontrolleve të vazhdueshme që ndodhin në universitet, kemi kontrolle vazhdueshme të kontrollit të lartë të shtetit, raportet e auditit që nuk zbresin poshtë për të kuptuar ku jemi dhe a ka hajni në universitet? Ka? Sigurisht që ka. Mjafton të lexoni raportet e kontrollit lartë të shtetit. Jo, mjafton të shkarkoni raportin e 2013-s, që është raporti i auditit dhe që është në faqen zyrtare të kontrollit lartë të shtetit, për të kuptuar që në 2013-14 Universiteti të Tiranës i është bërë një dëm për një shifre 1 miliard 600 milion lek. Është një person në hetim dhe nuk e din nëse prokuroria ka quajtur të pafajshëm. Gjithsesi, është i detyrimi institucional për t'i dhënë pyetje dhe për t'i dhënë përgjigje ku i kanë shkuar paratë e studentëve, se këto janë paratë e fituara dhe grumbulluara nga tarifat e studentëve. Dhe do bëja, ndoshta do t'i çoj me zarf kryeministrit dhe ministres së arsimit për të kërkuar llogari dhe për të vënë përpara përgjegjësisë ato njerëz të cilët grabisin paratë e taksapaguesve shqiptar. Resiana, si e ndjek këtë raportin e transparencës që kanë institucionet që drejtojnë universitetet në fakultetin tënd? Ne kemi një këshill fakulteti. Ka ekzistuar një këshill fakulteti ku edhe studentët ka pas përfaqësuesët e vet. Kanë më? Jo, janë hequr. Me sa kam përshtypjen, janë vetëm këshilla studentor. Këshilli i fakultetit është hequr. Jo, ligji thotë që struktura që dikur ka qenë emëruar Këshilli i fakultetit tashmë me zbatimin e parimit të autonomisë të institucionet të arsimit të lartë, institucionet mund të zgjedhin vetë në të kenë këshill fakulteti apo jo, apo këshillin e fakultetit ta ndajnë ose ta organizojnë në formën e komisioneve të cilët janë shumë të specializuara sipas fushave të punës, për shembull komisionin e pranimeve, komisionin e titujve dhe gradeve, kështu me radhë. Por asnjë paragraf i ligjit nuk ndalon që institucionet të rikthehen kulturës që kanë pasur, mos kenë shumë komisione, po të kenë një, që është po këshilli i fakultetit me përfaqësues nga të gjithë. Ja u keni sqaruar studentëve ligjin e ri apo? Ka kohë ende. Mendoj që ligji i ri është bërë përpjekje në të cilën keni kontribuar edhe juve shumë herë për ta sqaruar. Modestisht, Majsa ka qenë. Megjithatë, gjithmonë ka vend për të sqaruar. Por që kjo pjesa do të sqarohet, kjo pjesa e transparencës mungon. Shpesh studentët nuk e dinë që ka një fond për studentët në fakultet, nuk e din se ku shkon ky fondi, për shkak se edhe ne nuk kemi të përfaqësuar shumin. Po, nëse interesoheni. Ndërkohë që mund të them vetëm një fjalë, komisionet që janë është me detyrim të ligjit, që të gjithë komisionet të kenë përfaqësues me studentët. Pra në qoftë se dikur kishte vetëm 2 përfaqësues ose 3 në këshillin e fakultetit, sot çdo komision që merr një procedurë të caktuar përsipër për të zgjedhur, duhet të ketë përfaqësues të studentëve. Kjo thotë që nuk funksionon mirë. Jo, përderisa neve, po them, përderisa neve ne nuk kemi në dieni të këtij fondi, ne nuk kemi në dieni se si shfrytëzohet ky fondi i posaçëm për studentët. Në fakultetin tonë ka një fond dhe mendoj që duhet thënë ato që janë të vërteta duhen thënë. Në fakultetin shkencave të natyrës fondi shkon te qeveria studentore. Okej, jo, nuk po e mohojmë që ekziston, por në fakultetin në fjalë ku është Resiana nuk e di ekzistencën e tij. Për te kësaj, ka transparencë. Një ndryrë fare të vogël, ka 2 vite që nuk bëhen zgjedhjet për këshillat studentar.
Pra, këshilla studentar deri më sot, prej 2 vitesh janë inekzistente. Kështu që ne me ligj na takon që 1% nga buxheti i kalohet këshillave studentar, por që fatkeqësisht unë di në fakultet me këshillin studentar, vetëm aktivitet për studentin, për të mirën e procesit mësimor të studentit nuk është bërë, është thirrur një grup roku për të dhënë një koncert, që okay, është gjë shumë e mirë, megjithatë unë besoj se studentët kanë halle më të shumta se sa për të ndjekur një muzikë dhe një koncert rock, kështu që është shumë e rëndësishme që studentët duhet të jenë më të përgjegjshëm në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në Senat, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë, kemi shumë pak, nuk e di sa lista e senatorëve duhet të jetë diku ke 12 ose 13, pra në një universitet ku supozohet që janë 30.000 student, të kemi vetëm 13 kandidatura për kandidat për antar senati, mua më duket një shifër shumë e ulët, për të mos thënë e pamjaftueshme. Po pse ndodh kjo, se nuk kanë motivim që të jenë të angazhohen aty, apo sepse nuk kanë sepse janë këshillat studentor, të cilët kanë punuar vetëm me një grup të ngushtë njerëzish, pa transparencën e duhur, për sa kohë, sepse zgjedhjet për këshillat studentor i shpall rektori, këto kanë ndonjur në të themi në errësirë të plot informative, kështu që sot praktikisht kemi këshilla studentor që janë jashtë kompetencave të tyre dhe jashtë mandatit të tyre. Në fakultetin ton kanë ekzistuar shumë mirë të këshilla studentore, pavarësisht se është tamam kështu si thot Klodi, që janë vetëm sa ato kanë qenë shumë aktiv dhe bile vetëm dje mbarua një konferencë 3 ditore, që ishte me të vërtet ishe weekendi, bën 3 ditë konferencë studentore ku kishin ftuar dhe pedagog për tema dhe megjithëse ishte e diel deri në 5 mesdite salla vazhdonte të ishte plot. Dhe ne kanë punuar shumë mirë, kanë kështu që varet pak edhe nga fakultetet, po thua. Gjithmonë është individuale, po tek ne kanë punuar shumë mirë, kanë bërë shkollave gjithmonë në sajt aty buxheti që është ofruar, kanë bërë shkolla verore, kanë bërë shkolla dimrore, ku kanë qenë ku pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë. Mirë. Ka një problem të madh, do doja ta prekim në pjesën tjetër, po e fillojmë që tani dhe pastaj do doja ta diskutoni së bashku. Resiana, e serove pjesën e transparencës apo ke diçka tjetër për të thënë? Do të thënë, janë të vetëdijshëm studentët, kanë të drejtë të ngrenë zërin, të kërkojnë llogari, të dinë çfarë bëhet me paratet e tarifave që paguajnë, a investojnë aty siç duhet, kushtet që kanë, kuota, tarifa, të gjitha është drejtë e studentëve. Gjithë kjo është vjen si pasojë mungesës së informacionit. Pra nuk funksionojnë gjitha hallkat e universitetit. Studenti ka aksesin që ta gjejë informacionin. E ka aksesin për ta gjetur informacionin, por nuk e merr informacionin ashtu siç duhet. Personat përgjegjës të cilët duhet t'i japin informacion studentit, nuk janë të përgjegjshëm, më vjen keq ta them, edhe nuk ja transmetojnë informacionin studentit, dhe prandaj vjen në këtë pikë që edhe neve nuk dimë se ç'a bëhet. Që t'jemi realist në ato që them. Po kur e kërkojnë informacionin, nuk u japin apo si? Çfarë ndodh? Shpesh nuk na e ofrojnë informacion. Duke thënë që nuk jemi në dieni. Shko tek sekretarja, domethënë ta allakasin edhe nuk desa të demotivojnë edhe nuk merresh më me atë çështje pastaj. Mirë, a është problemi më i madh që ti pra ndoshta me ju po e nisë pjesë financimi sipas ligjit të ri? Që nga tetori ka probleme deri ke pagat, më thon. Po çështja e pagave nuk është problemi i tanishëm, është problem prej më shumë se 7-8 vite, ku faktikisht buxheti i shtetit nuk e ka mbuluar të plot pagën e pedagogëve, të stafit akademik dhe të stafit administrativ, dhe thesi i ardhur nga qeveria ka mbuluar deri në 9 paga e gjysë, ndërkohë që 2 pagat e fundit, pra të muajve nëntor, dhjetor, për qoftë edhe një pjesë ndoshta të tetorit, janë mbuluar me tarifat e studentëve, dhe kjo është, të themi, ky buxhet është i prej disa vitesh, ashtu si nuk ka më buxhet për të mbuluar të ardhurat orët suplementare, apo shpenzimet të tjera që janë të domosdoshme në universitet. Sigurisht me ligjin e ri është një sfidë edhe çështja e financimit. Nga do të garantohen pagat? Një sfidë, por unë gjykoj që në qoftë se do të dimë të mbledhim të ardhurat dhe do të dimë të menaxhojmë ashtu siç duhet, me transparencën që kërkohet, unë gjykoj që parat aty janë, por parat duhet shkojnë në destinacionin që kërkohet dhe të mos shpërdoren. Qofse përmenda një shifër, me 1 miliard dhe 600 milion lekë kam përshtypjen që mund bëshin shumë gjëra, në ndihmë të procesit mësimor, në blerjen e laboratoreve bashkohor, në blerjen e elementëve të cilët mjeteve të laboratorike që përdorin Fakultetin e Shkencave të Natyrës, sepse nuk e kemi aq luksin të përdorim pllaka aq të shtrenjta, ndërkohë që duhet kemi luksin për të blerë laboratore që janë
të domosdoshëm për procesin mësimor në disa fakultete, siç është Fakulteti i Shkencave. Kështu që është sfidë financa dhe gjykoj që duhet kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me Senatin Akademik, me Bordin e Administrimit, me agjensinë e cila do të krijohet apo stafat për shpërndarjen e financave dhe të buxhetit të arsimit. Në varësi të performancës. Në varësi të performancës, kjo ka shumë rëndësi sepse jemi në hapat e akreditimit nga agjencia ndërkombëtare dhe kjo është një moment shumë kyç për të gjitha institucionet e arsimit lartë publik në vendin tonë, por dhe atyre jo publik. Sigurisht ligji na vë përballë një sfide dhe konkurrence edhe me institucionet jo publike, për sa i përket grantit projekteve, pra dhe të kërkimit shkencor. Fundja fundit unë gjykoj që të gjitha institucionet të cilat mbeten në treg të arsimit lartë, për cilat e meritojnë për të vazhduar misionin e tyre të edukimit, sigurisht që duhen vënë përballë një gare ku ai që është më i zoti, më i afti, që ditë shkruaj projekte, duhet jetë ai që të përthith para për projekte dhe këto para pastaj të çohen poshtë deri në një sit bazë që pedagogët të kuptojnë paraja nuk vjen vetë, por paran duhet të shkosh ta kërkosh. Edhe fitohet. Duhet të kërkohet dhe të fitohet. Kam një shkputje të shkurtër publicitare, rikthehemi për skemën e financimit pas pak. Financimi i universiteteve dhe frika e studentëve, zonja Paparisto, me që nëse keni ju radhë për të folur, për rritjet e tarifave. Qëndronë si frikë? Atëherë, unë du të ndalesha në dy momente, të cilat mbase nuk janë subjekt direkt politik emisioni që kanë të bëjnë lidhje me zgjedhjet, po kanë të bëjnë me filozofinë që do zhvillohet arsimi i lartë. Dhe të dyja këto pika lidhen me ligjin e arsimit lartë. E para punës një që desha të ndalesha, unë do thosha që jo, unë nuk do të thosha me zot lartë që ligji i arsimit të lartë rrit tarifat. Pse nuk do ta thosha? Sepse ky ligj për herë të parë është ligji i cili grupin e studentëve të cilët kanë merit në rezultatet e tyre dhe që e fitojnë me punë universitetin, tarifën e bën zero. Ky ligj jep mundësi studentëve në nevojë të financohen nga shteti jo vetëm për bursën e shkollës, por edhe për ushqimin. Ky ligj për herë të parë jep mundësi studentëve të ekselencës marrin bursë dhe ta çojnë atë në universitetin që ata duan. Studentët e ekselencës e kanë pas mundësinë të merrnin dhe më përpara. Po ta çojnë ato çojnë kudo dhe ky ligj, atëherë ata që s'kan mundësi financiare i mbështet. Pra këtu thotë që është ata që janë ekselent mbështet, po ata që nuk janë ekselent, absolutisht, ata të cilët nuk kanë mundësi financiare, ligji thotë që i mbështet ekselentët dhe ndryshe nga ligji më parëshëm thotë që ekselentën bursën e çojnë aty ku ata e mendojnë që është universiteti më i mirë, aty ku ata mendojnë që është cilësia më e mirë. Dhe ky është ndryshimi që kanë të ardhme më të mirë, me diplomën që do të marrin kanë një të ardhme më të mirë. Ky është ndryshimi i parë. Për studentët në nevojë ky ligj jep mbështetje dhe jo vetëm fin për shkollën, po jep mbështetje edhe për të jetuar. Dhe kjo është një risi tjetër e këtij ligji. Dhe risia tjetër shumë e rëndësishme, po kanë për fakultetet, ku do i gjejnë këto të ardhurat? Ku do t'i gjejë shteti? Por shteti nuk do japi më rroga. Shteti nuk do japi më rroga. Shteti do japi 3 grante: grantin e politikave zhvillimin, grantin e mësimdhënies, grantin e punës kërkimore shkencore. Dhe është granti mësimdhënies që shpërndahet kështu se unë ju thash, ajo që sot është dhënë rroga, nesër pas nesër ti do ta marrësh në bazë të meritës si institucion e arsimit lartë. Dhe pjesa tjetër është shteti do të financojë programet brenda institucionet e arsimit të lartë në bazë të prioriteteve kombëtare. Që do të thotë që kur është prioritet kombëtar, unë me të vërtet kam mundësi që të mbaj në biologji 80 student, por shteti thotë që biolog nuk i duhen më Shqipërisë 80, po i duhen vetëm 40. Atëherë nga 1 deri në 40 shteti e financon dhe studenti paguan 0 lek. Po nga 41 deri te 80, çdo një tjetër që ka dëshirë të jetë biolog, duhet të paguajë studimet e veta, por që nuk është renditur në këto 40, sepse kontributi që ka dhënë në të mësuarën, në dijen dhe njohurinë e tij nuk është i njëjtë me ato të 40 të parëve. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar që ky ligj nuk çon në rritjen e tarifave, por ky ligj jep para për meritën dhe për cilësinë. Studentët kanë shqetësim që janë rritur tarifat që tani madje. Është e vërtet? Apo e keni perceptim, apo është informacion i gabuar? Tarifat e kujt ciklit, është kjo e rëndësishme. Ja ta pyesi. Atëherë, me sa informacion kam unë, janë rritur tarifat e ciklit të masterit. Të ciklit të dytë, po. Të ciklit të dytë. Tarifat e ciklit të dytë kanë qenë të liberalizuar pa ardhur ligji. Tarifat e ciklit të dytë kanë qenë tarifat e përcaktuara nga institucioni i arsimit të lartë, pa ardhur ligji
numër 80 i 2015. Ka 2 vite që janë këto tarifa. 2 vite që janë. Pra, ky ligj nuk e sjell këtë risi. Ky ligj nuk e sjell të risi. Ky është shfrytëzon atë që është marrë me ligjin e shkuar. Pra nuk arritje ekstra me këtë ligj, ishin rritur më përpara. Atëherë ky ligj nuk e bën këtë hap ashtu siç thash pak më përpara. Tarifat janë rritur që me ekzistencën e ligjit të shkuar. Ka 2 vjet që tarifat e masterit janë liberalizuar. Dhe tarifat propozohen nga vetë institucionet e arsimit lartë. Pra, janë kaq që kanë shkuar tarifat, të quara me vendim të senateve akademik, dhe qeveria nuk ka bërë gjë tjetër, vetëse ka miratuar atë tarif që i ka propozuar senati akademik. Dhe kjo është e vërtet dhe duhet thënë, sepse shpeshherë mendohet që është qeveria që përcakton. Qeveria mund të bëjë një rregullim pak a shumë të tarifave, duke pasur parasysh që programet e studimit, sepse unifikon programe ose tarifën e programit të studimit, meqense janë universitetet kanë atë autonomi për të ofruar tarifën, atëherë qeveria nuk bën gjë tjetër veçse përpiqet që të unifikojë, sepse një universitet mund të japi një shifër, një tjetër jep një shifër, por unë gjykoj për shembull për Universitetin e Tiranës janë lënë në fuqi ato tarifa që janë miratuar dhe janë propozuar nga Senati Akademik i Universitetit. Domethënë vetëm një përsërim, të gjithë ata që u bën një debat i madh vazhdon në fakt ende që ky ligj i ri rriti tarifat e kishin gabim? Atëherë unë mendoj që nuk e di pse dikush të doli që ta lexoj vetëm këtë që është shkruar për të kuptuar që po, ka student që ju xherohet tarifa sepse e meritojnë dhe ka student të cilët kanë fjetur gjumë në gjithë gjimnazin ose shkollimin e tyre më parshëm që duhet paguajnë më tepër para. Unë kam një fëmijë që nesër do jetë studente, nëse ajo nuk do ta meritoj, unë do paguaj para. Nëse ajo do ketë mesatare të lartë, do më ndihmoj që të paguaj më pak para për të vazhduar shkollën e lartë. Ose nëse ajo do të dojë që të vazhdoj juridik dhe nuk do dojë të shkojë atje ku shteti ofron studim me tarifën zero, unë do detyrohem të paguaj, nëse do preferoj atë që do t'i dalë. Domethënë janë rritur. Si? Domethënë janë rritur tarifat. Atëherë edhe një herë tjetër duhet të sqarojmë diçka. Ata që kanë meritën dhe që shkojnë në prioritetin kombëtar ku shteti ofron zero, atëherë ata e marrin studimin me tarifë zero. Ata të cilët duan të përzgjedhin, jo të shkojnë aty ku shteti ju ofron bursë, tarifën zero. Po, dhe tarifën zero, po duan të shkojnë aty ku ju pëlqen, atëherë kënaqësia gjithmonë. Sa vende i garantojnë këtë? Sa vende kanë për me tarifë zero dhe aty ku ka interes kombëtar? Kjo gjë do përcaktohet nga prioriteti kombëtar dhe këtu shkruhet në mënyrë shumë të qartë që ka bursa të cilat shkojnë për prioritetet kombëtare. Dhe prioritetet kombëtare unë nuk di t'i them sepse nuk mund të them se sa është numri. Dhe mund të ndryshojë nga viti në vit. Po, dhe nga viti në vit mund të ndryshojë. Aktualisht ne kemi tarifa të cilat nuk janë përcaktuar në frymën e ligjit të ri. Tarifat janë përcaktuar përpara se ky ligj të hynte në fuqi. Ndoshta me kalimin e, domethënë me fillimin e vitit të ri akademik, mund të ketë një rishikim të tarifave ose duke parë do zbatohet ky ligj edhe për çështjen e burimeve të financimit. Pra aktualisht tarifat që janë në fuqi janë tarifa prej 2 vitesh, qoftë të bachelorit, qoftë të masterit, dhe po ato tarifa mbetën në fuqi kur janë propozuar dhe kuotat për të treja ciklet e studimeve, për ciklin e parë, të dytë dhe të tretë që në muaj. Kam pasur disa raste studentësh që janë ankuar për rritje tarifash edhe për të hyrë në provim. Tarifa që janë të rritur për të njëjtin tip studenti flas. Si për të hyrë në provim? Për të hyrë në provim. Do të paguajë një tarifë që ishte më i lartë, provimin e vjeshtës për ta përmirësuar notën. Mos është në universitet. Ka një universitet të çuditshëm. Jo, ka vendim të qeverisë në lidhje me studentët përsëritës. Pra një student i cili për shembull ka studentë të cilët e gëzojnë bursën, studentët në nevojë, studentët familje të persekutuara, të cilët për shembull nëse është në vitin e parë, ai e gëzon bursën dhe e trashëgon dhe në vit 2 dhe në vit 3. Nëse ai student dhe shteti këtij studenti ja paguan bursën vetëm për një vit. Nëse ai shpallet student përsëritës në vitin e përsëritjes, sigurisht ai është i detyruar të paguajë tarifën sepse shteti merr përsipër për kohë zgjatje normale të studimit. Po kështu për studentët mbetës ka një tarif për kredit, në bazë të numrit të krediteve që studenti mbart, atëherë është i detyruar që këtë kredit ta ripaguaj për shkak pikërisht të kësaj që nuk e ka përfunduar shkollimin brenda kohëzgjatjes. Vetëm për ta sqaruar shkurt fare, atëherë kur përsërit vitin i matët pagesa në bazë të krediteve që ka lënë pa marr, jo se paguan tarif që të futet në provim. Pra janë dy koncepte të ndryshme nga njëri tjetri. Mirë. Zëra Kacolli, si do të zgjidhni çështjen e pagave, shpenzimeve, nëse do të zgjidheni ju rektoria? Kjo është kështu si thot Klodi që ato duhet të jetë gjithmonë me thithje projektesh. Edhe unë mendoj që Universiteti Mjekësor këtu ka goxha fush. Tu ka mjaft fush sepse ka gjëra që mund të thithen shumë mirë projektet, gjëra që kanë të bëjnë të lidhura edhe me studime që mund të bëjnë në farmaceutik,
edhe me studime që mund të bëjnë në klinik, edhe fatmirësisht stafi pedagogjik ka eksperiencë në këtë gjë. Kush mund të financoj për Universitetin e Mjekësisë? Po, Kompani private gjithashtu? Po, patjetër mund të ketë kompani private, domethënë edhe E kanë si partneriteti. praktike, bëjnë aktualisht? Partneriteti publik-privat është nga politika që neve mendojmë të zhvillojmë në universitet. Stafi që nëse domethënë do jemi në drejtim të universitetit është njëra nga ato prioritete që ne kemi vendosur. Dhe aty mendoni që do të jetë një burim i mundshëm për financimin. Patjetër, ta jep ligji të jep shumë hapësirë këtu. Për donacione, për bashkëpunim me privatin, për futjen e privatit, jo vetëm kur studenti mbaron dhe përfundon studimin, por normalisht bota e biznesit duhet ta ndjek kurrikulun e studentit, kur ai është në bankat e universitetit, pasi kështu do të njihet më mirë me kapacitetet e studentëve dhe vetë tregu është ai që do t'i imponojë universitetit programe të caktuara studimit për profesionistin që kërkon tregu i punës. Unë gjykoj që në këtë aspekt ligji duhet lexuar mirë, sigurisht duhen pritur ndoshta dhe aktet në ligjore të cilat do ta bëjnë më të interpretueshëm dhe më të zbatueshëm ligjin, por është ajo që tham pak më parë Ilva që duhet kërkuar paraja, nuk duhet të mbetemi më të ulur që paran të na vinë mbi tavolinë. Ne kemi shumë pedagog dhe profesoresh Rakacolli e tha që ka shumë projekte të cilat jepen nga Bashkimi Evropian, ne duhet vetëm të bëjmë sa më shumë aplikime dhe të përthithim sa më shumë projekte. Gjykoj se pedagogët e shkencave të natyrës kanë aftësitë jashtëzakonshme për projekte, sepse janë edhe vetë degë të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë me tregun e punës. Mjafton që këto projekte, qoftë edhe individualisht, pedagogu t'i sjellin në universitet, t'i sjellin në departamentin e vet dhe ato janë para ku vjen projekti dhe do të prodhojmë para sepse do të nxjerrësh një produkt i cili nesër mund të jetë një patent, të cilin e shet me simbolin e Universitetit Tiranë. Dhe kjo besoj se do të ishte një gjë shumë e mirë. Ne duhet gjetur mënyra për të stimuluar pedagogët që ata të thithin projektet edhe financiarisht. Duke menduar që ata që thithin projekte të marrin edhe një vlerën kryesore të projektit. Kështu që ka shumë mënyra që mund ligji të jep shumë hapësira dhe në këtë drejtim ligji është shumë i mirë. Kaloj me pyetjet, sepse kam shumë pyetjet ende që nuk i kam vërë, vetëm tek fushata dhe tek problemet. Si është aktualisht funksionimi i përditshëm dhe cilësia e mësimdhënies? Po nis me ty Resiana dhe pastaj do pyes edhe profesoresha. Jeni të kënaqur me cilësinë e mësimdhënies, me raportin që krijohet midis pedagogut dhe studentit? Ka disa po flas për fakultetin tim, ka disa pedagogë të cilët e bëjnë shumë interaktive dhe mësimdhënien. Që thotë që nuk mbeten vetëm në kornizat e të shpjeguarit të leksionit, të shpjeguarit të seminarit, edhe aty, po jo e bëjnë në formën e një bashkëbisedimi ku edhe studenti të ndihet më i përfshirë. Ka pastaj pedagogë të tjerë të cilët nuk dalin jashtë kësaj kornize. Por unë do ta lidhja këtë fakt edhe me mungesën edhe me një staf shumë të reduktuar të pedagogëve. Ku një pedagog është i detyruar që të shpjegojë për 300 deri në 400 veta në një orë leksioni, me do e mos ai nuk del dot kontureve, nuk del dot drejt asaj që ai ka të shkruar aty. Kështu që është i çik sfidë. Dhe Paparisë? Ky raport? Mendoj që mësimdhënia është gjithmonë sfidë dhe mendoj që detyra kryesore e institucionit të arsimit të lartë është që të aplikojë jo vetëm kërkimin, por të aplikojë inovacionin në mësimdhënie, sepse duke aplikuar inovacionin në mësimdhënie, ti mundosh të përshtatesh me tregun, përshtatesh me të ardhmen dhe mendoj që detyra kryesore e të gjithë atyre që do të mundin të fitojnë garën do jetë jo vetëm përfshirja e kompetencave profesionale në programet e formimit të studentëve në arsimin e lartë, por njëkohësisht dhe kompetencave qytetare edhe shoqërore dhe atyre kompetencave të transferueshme, të cilët ti mund t'i transferosh në çfarëdo lloj pune që të bësh. Kështu që kjo është sfida e re që kemi. Auditoret në fakultete, bosh, plot? Auditoret janë bosh apo plot? Vinë studentët, kanë kuriozitet të vinë? Vinë. Për shembull, unë kam rreth 90 studentë. Varet nga pedagogu që varet nga pedagogu dhe sa interesante interaktive bën edhe leksioni. Interesant, interaktiv është leksioni, prandaj është ajo që thash pak më parë. Nëse leksioni është interaktiv, normalisht edhe interesi i studentit është rritet. Nëse leksioni pastaj është mbetet brenda asaj kornize që pedagogu shpjegon dhe studenti thjesht dëgjon dhe nuk jep një feedback, atëherë normalisht që edhe auditori do zbrazet. Si është kjo? Natyrisht që edhe tek ne problemi kryesor i çdo universiteti është mësimi, po nuk dhe mësimi, pastaj gjithë pjesët e tjera nuk janë ashtu njësoj. Mësimi ashtu është, mësimi ka probleme, nuk është se nuk ka probleme. Në cilësinë e rektores, për shembull, çfarë do të kërkoni të përmirësonin mësimdhënie? Si do ta përmirësoni?
në fakultet, në universitetin tonë që duhet për të ndërthurur shumë mirë me praktikën. Për shumë, ne kemi problem mësimin praktik, sepse mjekësia është një gjë që duhet mësuar në praktik. Nuk mjafton vetëm qënia në për auditore, qënia në leksione. Dhe ne kemi një çik problem edhe atë faktin që më kemi grupet për shkak të numrit të pedagogëve që kemi dhe studentëve që kërkojnë sipas nevojave të shtetit që të jenë edhe mjek. Për mendimin tim, grupet e studentëve janë disi të mëdhaja për të mësuar pranë shtatit të sëmurit. Ne jemi munduar, domethënë, që në fakultetin e mjekësisë, që si vjet të fusim edhe një, duke shfrytzuar mjetet elektronike, të fusim edhe metodë duke shkuar tek shtati i sëmurit dhe duke vendosur atje, duke lënë aty vetëm pedagogun me 1 ose me 2 studentë dhe duke ndjekur pjesa tjetër e grupit në një dhomë tjetër mësimin duke parë se si manipulohet me të sëmurin në elektronike. Por kjo mund të jetë një mënyrë. Mënyra më e mirë do të ishte që ne duhet gjejmë mënyra që të rrisim numrin e pedagogëve në mënyrë që të jenë grupet më të vogla grupet e studentëve. Ajo do të jetë një sfidë se kjo ka problemi financiar mbrapa, ka edhe shumë gjëra të tjera dhe kjo do të jetë një sfidë e rektorit. Kurse pjesa tjetër është një sfidë e dekanit. Ne duhet t'i ndajmë ato detyrat e rektor dhe dekan. Në lidhje me këtë, gjykoj që sigurisht numri i pakti pedagogëve të brendshëm bën që procesi mësimor të mbulohet në numrin e madh të orëve nga pedagogët jashtëm, që ti je detyruar të rekrutosh, po ato pedagogë nuk e kanë përgjegjësinë dhe ndoshta edhe ndërgjegjen sa e ka pedagogu i brendshëm, ndërkohë që në auditor, si pedagogu i brendshëm, si pedagogu jo i brendshëm, marrëdhënien me auditorin e kanë të njëjtë. Ajo që ndryshon është thjesht marrëdhënia financiare, që do të thotë ai pedagog duhet të jetë po aq i përgatitur sa ç'është pedagogu i brendshëm, dhe kjo krijon ndoshta ato hendeqet që midis stafit të brendshëm dhe stafit të jashtëm. Sigurisht ai stafi i jashtëm edhe ndryshon her pas here sepse jo gjithmonë personat të cilët angazhohen me kohë të pjesshme e kanë dëshirën ta vazhdojnë atë, nuk kanë të njëjtin kualifikim. Pra, pak kemi nga ato që mund të jetë me titull profesor, me përjashtim të rasteve kur kanë dalë në pension dhe ti vazhdon që ti mbash ende në marrëdhënie pune si pedagog, si bashkëpunëtor të jashtëm. Por sigurisht besoj se ka ardhur koha që të dalim çik nga pjesa tradicionale e mësimdhënies për t'ju ofruar një trendi bashkëkohor që e kërkojnë dhe studentët, e tha dhe studenti, ai ndër aktiviteti është shumë i domosdoshëm nëse duam që studentit jetë i vëmendshëm në orë të mësimit, ndoshta kemi ende pedagogë, absolutisht, ndoshta kemi ende pedagogë që janë atë pjesën klasike të tyre të shpjeguarit të mësimit, por sot mundësitë për të komunikuar me studentin janë nga më të ndryshme, unë them që mjafton që të zbulohen të gjitha këto mundësitë dhe të mund të jetësohen. Kam pyetje tjera, po më vjen një koment për ju, zënë Dibra. Pse nuk keni zhvilluar asnjë takim me studentët ekonomiku deri tani? Studentët aty thonë nuk dinë as kush janë kandidatët. Unë kam zhvilluar një takim ku kam kërkuar të jenë të pranishëm dhe pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Ekonomisë. Sigurisht koha fizike për të takuar të gjithë studentët është e pamjaftueshme, por në momentin kur unë kam kërkuar takimin me pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Ekonomisë në orën 12, akoma nuk ishte vendosur njoftimi. Kështu që dhe në njoftim ishte shkruar që vetëm takim me pedagog, ndërkohë që ishte takimi destinatar edhe për student. Kështu që do bëni një tjetër këto ditë meqenëse po na ndjekin. Patjetër. Do keni njoftim, do e takoni. Jo, patjetër, dhe besoj ditën e hënë do kem takim me pedagog dhe student, takime të veçanta siç e kam nesër në orën 13 me student të Fakultetit të Shkencave Sociale, kështu që ftoj edhe studentit jetë e pranishme. Si do të funksionojë procesi i marrjes në punë pedagogëve të rinj? Kur do të marrë e para fjallën? Dhe Paparisto. Ligji bën një risi në këtë mes. Para punës njërë që e përcakton në mënyrë të qartë të detajuar që është departamenti cili duhet të përcaktoj kriteret për punësim. E dyta jep një risi tjetër. Deri më tash, departamenti kishte vetëm 2 përfaqësues një komision me 5 veta dhe ndërkohë institucioni sillte 3 përfaqësues të tjerë, një nga një departament, një tjetër nga rektori, sot, departamenti si pas ligjit ka 3 përfaqësues në komision, dhe ajo që unë kam propozuar në platformën time është që dita e marrjes në punë, dëgjesa duhet jetë e hapur. Pra dëgjesa... Kush do t'jeti pranisht? Për këdo që dëshiron... Për këdo që dëshiron të dëgjoj, ata të cilët konkurojnë, paraqesin planin e tyre të punës, paraqesin karrierën që kanë bërë, paraqesin mendimet apo le themi ato që ata propozojnë të sjellin si risi në vendin për të cilën duhet të aplikojnë.
Dhe departamenti duhet jetë aktiv, por një element aktiv jo vetëm në bërjen e kriterëve, por njëkohësisht dhe në kontrollin e atyre se si këta njerëz plotësojnë. Dhe ajo që është e rëndësishme është që profesori i fushës që do të marrë në punë duhet jetë pjesë përbërëse e komisionit. Dhe kjo është një nga elementët se si profesori duhet jetë institucion, duhet të shndrohet në institucion. Profesori në universitet duhet të shndrohet në institucion. Profesori e ka humbur këtë gjë. Profesori nuk ka të drejtat që duhet të ketë. Se kush ja ka marrë profesorit këtë funksion? Asnjëris ja ka marrë jetat në të cilën ne jetojmë, jemi pjesëmarrës të gjithë të një realiteti, të cilën edhe kurse kemi ndërtuar me dorë, e kemi parë, nuk kemi folur, kështu që realiteti ku jetojmë. Zëra Kacoli? Jo, por derisa është përgjegjësi i departamentit, ai që merr përsipër drejtimin e departamentit është patjetër ai që duhet të ketë rolin kryesor në zgjedhjen e stafit. Edhe patjetër domethënë që unë mendoj ligji natyrisht që ashtu jep dhe nuk duhet bëjmë çmos që ta zgjerojmë edhe ta ashtu që të jetë departamenti ai që do të vendosë në radh parë se kush do jetë pedagogu. Do heqin është e kollajt bëhet kjo, është e lehtë? Nëse është asgjë. Nëse ne do duam të zbatojmë ato që na ofron ligji, po, nëse ne duam të mbyllim syt dhe nuk e zbatojmë ligjin, atëherë mund të vazhdojë siç është. Është domosdoshme. Është domosdoshme që rekrutimi i pedagogëve të jetë eksklusiviteti i njësisë bazë pra i departamentit, sepse aty janë specialistët. Çfarë ndodh aktualisht? Pra nëse nisemi nga mënyra se si rekrutohen sot pedagogët, sigurisht duhet ndryshohet në mënyrë të menjëhershme, sepse sot antari i komisionit është dhe një përfaqësues i rektoratit, që mund të jetë përfaqësuesi i administratës së rektoratit dhe nëse gjykojmë që një përfaqësues i administratës së rektoratit duhet të përcaktoj pedagogun e fizikës, pedagogun të rekrutoj pedagogun e fizikës, pedagogun e kimisë, pedagogun e sociologjisë, pedagogun e ekonomisë, pedagogun e historisë, pedagogun e turqishtes, pedagogun e ku di unë se çfarë, sigurisht dalim pastaj që ai person i cili është pjesë e komisioni me të drejtë vote, nuk do dalim në kandidatura dhe në rekrutim korrekt, pasi neve kemi një traditë shumtuar në përsa i përket paraqitjes së kritereve, ajo është shumë e rëndësishme, sepse kriteret i vëmë gjithmonë shumë të përgjithshme, nëse ne na duhet një pedagog i një fushe të caktuar, ai konkurs duhet shpallur vetëm për atë fushë të caktuar. Pra, të mos marrim të atë që mjafton të ketë mbaruar shkollën e lartë dhe ai që pas ka mbaruar shkollën e lartë pas ka të drejtë, kemi pasur raste kur në universitet janë përjashtuar ato që vinë me mastera dhe me PhD nga vendet perëndimore dhe nuk janë rekrutuar si staf i Universitetit të Tiranës. Me arsyen se janë të mbushura vendet. Me arsyen sepse përbërja e komisionit lë shumë për të shëruar. Me arsyen që nganjëherë janë më të kualifikuar se nevojiten në vendin e punës. Overqualified. Edhe nganjëherë me arsyen që s'ka konkurrencë. Pra edhe kjo është një gjë që duhet marrë fund dhe mendoj që është një pikë e rëndësishme e platformës që po paraqesim, që nuk mund të ketë konkurs me një person. Shpeshherë ka marrje në punë në konkurs me një person. Mirë, meqense jemi tek doktoratura, pse nuk jepen më diploma doktorature në duhet pyesni Ministrinë e Arsimit. Unë nuk kam unë nuk kam mbi tavolinë. E sqarojmë këtë. Vetëm regjia, lutem mos bërtisni ose tu lën kufjet se ju dëgjojmë shumë në transmetim. Po, zënë Paparisto. Atëherë, nëse do flasim për Universitetin e Tiranës, Universiteti i Tiranës nuk ka rreshtur sot doni doktoratura, sepse ne kemi marrë aq shumë doktorant në programet e doktoraturës sa ku diun çdo javë kemi doktorant që mbrojnë doktoraturën. Kështu që për të dhënë diploma doktoraturash, Universiteti i Tiranës, po flas për Universitetin e Tiranës, pothuajse çdo javë të jeni të bindur nëse bëni një kontroll, çdo javë jep një diplomë ose një mbrojtje doktorature, në mos edhe më tepër se kaq. Problemi qëndron që arriti një moment në të cilin standardet që duhet plotësoheshin, edhe standardet e ligjit të shkuar, nuk u plotësuan, u shkelën një profesor, nuk ishte më maksimumi 5 doktorant, por arriti deri në numrin 40 doktorant që u dhishte. Flasim për doktoratura të reja, jo për ato që janë në proces. Doktoratura të reja që janë në proces. Jo ato që janë në proces, të reja. Doktoratura të reja ndryshon komplet filozofia se si do ndërtohet doktoratura. Tashmë doktoratura është me kohë plot pranë departamenteve. Dhe janë departamentet, ka një fond të caktuar që do jepet për kërkimin shkencor dhe një pjesë e tij jepet për doktoraturën. Dhe janë departamentet që do rekrutojnë me fillimin e zbatimit, ligji ka filluar të zbatohet, me fillimin e vitit të ri, mendoj që shteti duhet t'i hapi se pengon më asnjë gjë për të filluar procesin. Keni interes ju si student për të vazhduar, se ti përfundon masterin vitit dytë? Unë, përparësia ime kryesore është tani që unë
të futem në tregun e punës. Kështu që doktoratura kam përshtypjen se do të vinë në pasi unë të gjej linjën time, domethënë drejtimin tim. Atëherë kam përshtypjen se do vi dhe doktoratura. Por që unë duhet të profilizohem një herë tek ajo çka unë dua të vazhdoj të bëj në jetë. Çfarë do bëhet me këta zotrues të doktoraturave aktuale, që janë, por nuk gjendot një vend pune dhe kanë doktoratura? Të inflacion doktorantësh që kemi në Shqipëri. Po mendoj që institucioni i arsimit lartë ka për detyrë të nxjerrë dhe deri tash s'ka menduar se çfarë do ndodhi me jetën e tyre, por që ka për detyrë dhe të nxjerrë, por edhe për shtat tregut. Mendoj që sot dhe tutje kjo filozofi, të cilën po përfaqësojmë, filozofia e kontributit për të dhënë e kontributit real në kërkimin shkencor, doktoratura është pjesë e kërkimit shkencor, do ndryshoj komplet gjendjen në tregun e punës, mendoj. E mbyllim doktoraturat. Pyetje po e nis me Resianën si studente duke shpresuar tek sinqeriteti. Ka korrupsion në universitetet shqiptare? Do nisim nga Fakulteti i Shkencave Sociale sepse Aty nuk nga mund eksperienca jote. A japin studentët para për marrë provimin? Flas me kompetencë për fakultete të tjera. Jo, te Fakulteti i Shkencave Sociale nuk ekziston. Pak të thua jo në djenin time, do ishte më korrekt. Po flas gjithmonë në djenin time. Ose unë vetë nuk kam dhënë. Po flas gjithmonë në djenin time. Nuk ka. Si fenomen nuk ekziston në Fakultetin e Shkencave Sociale, në djenin time nuk ekziston si fenomen. Unë kam parë raste që janë bërë mediatike, por që nuk... Që individuale nuk ke djeni? Individuale jo, as pak. Po vetë drejtuesit e fakulteteve, zonja Paparisto, ju keni vënë ose keni informacion, studentët vinë ju denoncojnë për raste kur është kërkuar para për provimin? Atëherë, do të thosha që në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në përgjegjësinë time personale, numri i këtyre rasteve është shumë i kufizuar. Por megjithatë nuk do thosha këtu që nuk ka. Në Shqipëri kjo gjë ekziston, edhe do ishte turp të themi që nuk ka. Po do ishte turp të themi që është një gjë normale. Është masive. Ndoshta edhe fjala korrupsion është pak e rëndë. Po miku, hyn tek provimi ke nota e cilësia? Hyn miku. Miku. Po ka dhe miq, po sigurisht. Se po themi që s'ka miq do gënjenin prapë. Ka dhe miq, por megjithatë në varësi të integritetit personal të gjithë secilit, mendoj që në fakultetin që unë përfaqësoj, vazhdon të ketë një staf që fillon nota nga 0 deri te 10. Miku e bën për miqësi apo për para, apo prapë kjo varet rast pas rasti. Këtë s'di t'ju e them. Kjo është e vështirë për të matur në fakt. Si është situata në Universitetin e Mjekësisë? Po natyrisht, që këto gjërat ekziston, si të thush, mendësia që mund të ketë kështu gjëra. Kjo puna, natyrisht Shqipëria është një vend i vogël, duke qenë që Shqipëria është një vend i vogël dhe ke njohje, kjo puna e mikut është një çik e vështirë për të eliminuar. Ne kemi bërë një gjë të tillë në Fakultetin e Mjekësisë që provimet i kemi bërë me barkode. Provimet janë me shkrim dhe janë me barkode dhe në provime me shkrim dhe barkod mundësia është fare minimizuar, do thosh jam. Për ta përballur të fenomen. Ndoshta për të shmangur, sepse për të thënë që nuk ekziston si fenomen, do gënjejmë veten dhe ato që na ndjekin. Gjykoj që për të reduktuar ose për të minimizuar këtë si fenomen, dhe unë them që është fenomen, nuk kanë raste thjesht sporadike, di që Fakulteti i Mjekësisë, se unë kam besën që është Fakulteti i Mjekësisë, ka një transparencë dhe një mënyrë të korrigjuarit të tezës që lë shumë pak vend për të themi për abuzime. Ndoshta duhet të shkojmë drejt metodave, pse jo? Do shkojmë drejt metodave ku t'i jepet haku studentit, ku studenti të shoh detyrën e vet dhe të marrë të sqarohet për atë çka ka bërë. Kemi pedagog që ndoshta edhe sot që flasim, kur sezoni i provimeve është mbyllur në muajin shkurt, studentët ende nuk dinë notën e provimit. Ka lë vend për abuzime? Patjetër. Aty ku ka vonesë, unë gjykoj që ka vend për të dyshuar për abuzim. Kur do fillojë implementimi i projektit digital të mësimdhënies, në Paparisto? Apo është një projekt ëndër? Projekti digital i mësimdhënies në institucionet e arsimit lartë. Në institucion, po, në universitetet shqiptare. Kur do ketë leksione online? Mendoj që kjo është platformës, premtime, programit tuaj? Mendoj që kjo është një pjesë e rëndësishme, edhe një pjesë e rëndësishme edhe platformës që unë kam paraqitur, sepse mendoj që është një element i cili jo vetëm që do të shtri dijen dhe njohurinë të një numër më i madh njerëzish, por njëkohësisht do sjellë të ardhura universitetit. Pasi njerëz të cilët s'kan mundësi të ndërpresin punën sepse duhet mbajnë ushqim familjen, në të njëjtën kohë kanë dëshirën dhe këshërinë për të pasur dije dhe për të ecur përpara, nuk duhet t'ju pengohet një gjë e tillë, kështu që është një pjesë e rëndësishme. Unë e kam quajtur Open University, universiteti i hapur për të gjithë.
Dhe jo vetëm për të dhënë diploma, por universitet për të dhënë certifikata, për të dhënë kurse, për të dhënë dije të vërteta të njerëzve që dëshirojnë të arrisin dijen e tyre në fushë caktuar. Dhe mund të kenë dhe kosto më të lirë? Absolutisht që po, mund të jenë dhe free, sepse mund të jenë leksionet të klasifikuara në nivele të ndryshme dhe kjo Open University që ekziston në BE, ka leksione pa para, po ka edhe leksione me para, të cilat ndoshta t'japin ty një mundësi për të marrë një pagesë më të mirë duke përdorur një orë të diet. Kjo i përket të ardhmes së largët. Nuk e besoj që është një ardhme e largët, besoj që është një ardhme afërt, pasi gjithë ne kemi leksionet tona të hedhura elektronikisht, dhe do të na mjaftonte një preokupim i vogël për ta bërë këtë reale. Një program i cili do të mundësonte këtë, fundit fillojnë me disa raste, me disa shëmbuj, me disa modele dhe besoja u shtrit në gjithë universitetin. Mjekësia kanë që të vështirë të ofrojë të gjithë programet e saj, kështu sepse ka një pjesë shumë të madhe praktike, por kështu që nuk mund të mendojmë dhe ishte shumë për njohur për një university që të kishte mundësinë që ai ta studionte të gjithë programin aty, por ka shumë elemente që mund të përdoren, sepse ka shumë elemente që mund të përdoren dhe që mund të shfrytëzohen, edhe është vërtet një gjë shumë e mirë. Pyetje për ju, zënër Kacolli. Ka patur një tradit, më thot dikush, me sa duket ka një lloj njohje edhe me fakultetin, me Universitetin e Mjekësisë, që thot për shkak të kërkesave të shumta, ata që kanë fituar kanë qenë fëmijët dhe të afërmit e shefave, mjekëve të shërbimit. A do të ndryshojnë kriteret e pranimit të Universitetit Mjekësisë nëse zgjidheni ju? Po tash ka kohë, domethënë kriteret e kanë fjalën për pranime në vitet e para. Pranimet në vitet e para, po pra. Po ajo është bërë natyrë shtetërore, kështu që këtu nuk ka të bëjë fare problemi i të qenurit fëmia e dikujt. Kështu që nuk më duket se është. Kështu që do marrë zgjidhje. Kështu që po nuk e gjykoj si problem, nuk ka ekzistuar si problem sepse ka vite që përdoret matura shtetërore, domethënë me kriter merite në bazë rezultateve që arrin maturën shtetërore. Kurse për sa i përket pranimeve, atyre kritereve që neve vendosëm si veçë senati akademik universitetit tonë, vendosi si vjetë ne u bazuam të mesatara 3 viteve edhe tek matura shtetërore. Por ideja jonë është që ashtu si në gjithë botën që në mjekësi hyet me konkurrencë, ne menduam që kemi në programin tonë që të mundohemi që të vendosim që pranimin në Universitetin e Mjekësisë të bëjmë me konkurs, por pasi të ngrejmë modalitete që ky konkurs të jetë një konkurs transparent ku të zbatohet merita. Edhe për specializimet vlen kjo? Për specializimet i kemi bërë, për specializimet ka qenë një nga rritjet më të mëdha që kanë qenë të Universitetit Mjekësor, që kanë bërë 2 specializime rresht, që kanë qenë tërësisht transparente, edhe që domethënë kanë qenë krejtësisht të bëra të fituar mbi bazën e meritës. Dhe shkaq e vërtet kjo, saqë studentët janë shprehur edhe në media për këtë lloj transparence që ka qenë dhe kanë refuzuar marrjen e specializimit kur ato e kanë arritur sepse nuk ka pëlqyer dega, me besimin që ne do konkurrojmë vitin tjetër, sepse besojmë që konkursi është shumë i pastër, do konkurrojmë vitin tjetër që të marrim degën që duhet marrim. Ne shpresojmë shumë që atë eksperiencë specializimeve ta fusim edhe për pranimet e reja, por kjo është shumë e vështirë sepse kërkesat për Fakultetin e Mjekësisë përgjithësi janë shumë të mëdha dhe kërkojnë një infrastrukturë shumë të madhe për t'i provuar të gjithë në mënyrë transparente. Bloku i fundit i reklamave, rikthejmë pjesën e mbetur të debatit, pas pak mos u largoni. Jemi rikthyer dhe duket që është debat që ka vëmendje dhe po na ndjekin sepse më vijnë shumë pyetje, komente edhe për çfarë po diskutojmë këtu. Një çështje që do doja ta diskutonim në minutat e mbetura. Procesi i akreditimit, zonja Dibra. Procesi i akreditimit. Flitet që mund të mbyllen edhe universitetet publike për shkak të Tani, procesi i akreditimit ka nisur në 4 institucione të arsimit lart, 2 publik dhe 2 jo publik, dhe është i mirë pritur dhe unë gjykoj që jemi shumë vonë për ta bërë një proces akreditimi, megjithatë nuk ka rëndësi, më mirë vonë se kurrë, pasi i duhet dhënë fund universiteteve të cilat pëllëshojnë diploma informale. Pra, në qoftë se atë që qeveria ndoshta nuk arrin dot ta bëjë nëpërmjet akreditimit të brendshëm të institucioneve të arsimit lart, pra nuk e ka kurajon për ta bërë një gjë të tillë, është më mirë që vjen një institucion i certifikuar ndërkombëtarisht, siç është Agjencia Britanike, dhe besoj se më në fund edhe
taksapaguesi shqiptar duhet kenë një ide shumë të qartë për vlerën që kanë institucionet e arsimit në Shqipëri, publik apo privat, në mënyrë që të dinë se ku duhet i çojnë paratë e tyre për të arsimuar dhe për të edukuar A fëmijët. janë gati universitetet publike ta përballojnë këtë shoshitje? Ne kemi kaluar një fazë të parë që kishte lidhje me ligjshmërinë, pra me dokumentacionin e ligjshmërisë së institucioneve. Besoj që ndoshta për ne është hera parë dhe mund të kemi dhe surpriza të befasishme. Që mund të jenë lidhje me programet caktuara studimesh, me departamentet të caktuara, me fakultete, nuk i dihet. Varet standardet të cilat duhet na përcjellin që edhe ne jemi të përgatitur për të përballuar këtë sfidë që është shumë e rëndësishme. Okej. Akreditimi është sfida e të gjitha stafeve tash. Nivel departamenti, nivel fakulteti, nivel universiteti. Kjo është ajo për cilën po punojmë, ashtu siç e tha dhe Klodi, kemi kaluar një fazë të parë, ato fazën e ligjshmërisë, dhe po mundohemi që t'i bëjmë ato programe të cilat ato ofrojmë, ashtu sipas kërkesave të standardeve që kërkojmë për të marrë akreditimin. Programet e ciklit të tretë, këtu e shkolla specializimit ne kemi bërë në përputhje me standardet shtetërore të cilësisë, edhe mendoj që ato janë të gatshme për akreditim. Përfshirë, do të thënë, janë për shkollën e specializimit për ciklin e tretë. Okej. Mendoj që janë të gatshme që ta përballoni. Po, besoj që ato pastaj për programet e tjera është puna dhe sfida jonë. Aty është ajo që të gjitha ato, siç e thashë më përpara, dhe stafet e njësive bazë, dhe të fakulteteve, edhe të universitetit, aty janë. Universiteti i mjekësisë është i pa akredituar. Është një universitet i ri, 3 vjet ka. Kështu që është një sfidë që duhet ta kaloj. Është një sfidë, po, domethënë edhe është sfida, po e përsëris, është sfida e të gjitha stafeve të të gjitha niveleve, edhe imja personale. Dhe mendoni që është një sfidë që do ta përballoni, do ta kaloni me sukses, do akreditohet. Derisa guxojmë për të garuar. Kjo është sfida, është tamam sfida e çdo drejtuesi. Kushdo që tjetër ta ketë sfidë. Mirë. E ka dhe sfidë, është përgjegjësi për ta bërë. Edhe është e bëshme. Është realizueshme. Është e bëshme. Jeni afër si. Me punë shumë po është e bëshme. Të gjitha universitetet në Shqipëri përveç Politeknikut janë të pa akredituara. As Politekniku. As Politekniku? Është në proces, po jo e akredituar. Është në proces. Po flasim për akreditimin Për akreditimin institucional, sepse kemi 2 lloje akreditimesh, programeve dhe institucioneve. Programeve studimit dhe institucioneve. Normalisht universitetet shtetërore programet përpara se sa t'i hapin e kalojnë në proces akreditimi, por akreditimi institucional jo, nuk kemi futur në një proces të tillë. E kemi quajtur veten të akredituar gjithmonë. Sepse është programi i studimit i akredituar. Pra, në mënyrën që kalon një program, qofse ne duam hapim një program të ri, ky kalon në proces të akreditimi pranë agjencisë së akreditimit, por nuk ka pasur atë që tha profesori Shpapariso, nuk ka pasur akreditim të institucionit. Sa gati jemi për akreditimin që do të bëhet? Sa gati jemi? Të vërtetën apo jo të vërtetën? Po të vërtetën sigurisht, unë për atë përpiqem rreken. E vërteta është që është një sfidë e jashtëzakonshme, është një sfidë e jashtëzakonshme që është e lidhur me formimin e gjithë secilit prej nesh, që rrallëherë kemi marrë pjesë në proceset të vlerësimit të performancës, domethënë në një vlerësim të një performance të vërtetë. Dhe kjo është sfida primare. Sfida sekundare është që duke mos marrë pjesë në një kohë të gjatë në procese të tilla, por duke organizuar atë vlerësimin e brendshëm që shpeshherë ngelet në përsëritare, do të kemi edhe një moment të rëndësishëm në paraqitjen e dokumentacionit atëherë kur ato i kemi. Kështu që ka shumë sfida që do të lidhen akreditimi. Se nuk është dokumentacioni dhe se në fakt na që dim bash bisedën mbase nuk na kuptojnë gjithë. Çfarë do thotë mos jesh i akredituar? Do të thotë për studentët, për prindrit që na dëgjojnë nga shtëpia në këtë momente. Akreditimi është një proces i cili krahason institucionin me standardet e përcaktuara. Dhe në momentin që ti i plotëson standardet, akreditohesh. Në momentin që ti nuk i plotëson standardet, nuk akreditohesh. Dhe kur nuk akreditohesh, do të thotë që një institucion i pa akredituar nuk jep dot diploma, do të thotë që nuk del studenti në treg. Pra, në momentin që ti si e akredituar, nuk mund dalësh më në treg. Kjo është e thënë shkurt. Sigurisht që është... Po, deri tani ne jemi akredituar në programe, dhe duke qenë në fakt nuk mundet të akreditohesh nëse institucionalisht nuk je akredituar, programet nuk vazhdojnë të akreditohen. Universitetet shtetërore, programet kanë kaluar procesin, po akreditimi institucional gjithë universitetit nuk është bërë, nuk kemi kaluar në këtë proces. Kështë diçka, zëndi pra? Jo, thjesht është një proces i vonuar dhe kjo ka bërë që në tregun e arsimit të futen dhe institucionet, sidomos institucionet publike, të cilat
jo vetëm nga qenë si institucione vetë pa akredituara, por kanë lëshuar dhe programe studimit të cilat nuk janë nështruar procesit të akreditimit nga agjencia. Pra janë dy momente, kështu që ka edhe programe të mbyllura të cilat kanë pasur kuota. Kanë pasur kuota, pra shteti ka hapur një program të pa akredituar, ka dhënë kuota dhe agjencia e ka mbyllur programin dhe studentët janë detyruar që të lëvizin në një tjetër institucion të arsimit të lartë. Përgjithësi është një sfidë e madhe e akreditimi institucioneve, sepse fundja fundit mund të jetë edhe një operacion i dhimbshëm. Që do thotë që do të rezultojmë me mbyllje të mundshme, siç ka ndodhur dhe në vendet e tjera të lindjes, ku fenomeni i hapjes së shumë institucioneve dhe i shumë programeve të studimit, por atje ndoshta ndodhi shumë shpejt procesi i mbylljes ose i frenimit të hapjes së mëtejshme. Tek ne, për fat të keq zjati për kohë të gjatë dhe erdhi momenti që duhej frenuar, u frenuar në një farë mënyre dhe besoj se do ketë akoma, është ende një operacion i dhimbshëm. Do më thënë, si do të loboni për këtë çështje, për akreditimin? Për akreditimin, ne do paraqisim atë që kemi dhe besoj, ka disa kohë, ka dhe afate, që për kriteret të cilat nuk i plotëson institucioni i arsimit lartë, do t'i lihet kohë për t'i plotësuar, për t'u standardizuar për ato gjëra që standarde që kërkon Agjencia Britanike e Akreditimit, sepse është në të mirën tonë që t'jemi brenda standardeve në mënyrë që diploma e universitetit jetë një diploma e aksesueshme edhe për universitetet e huaja. Nëse ju jeni rektore e Universitetit të Tiranës, çfarë do të ndryshojë në raport me akreditimin? Sa agresive do t'jeni ju në bindjen në realizimin e kritereve? Ajo nuk është thjesht një përballje midis rektorit dhe agjencisë, është një përballje e stafeve, është një përballje e integritetit të pedagogut, është një përballje e programeve të studimit, është një përballje e institucionit si ndërtesë, pra janë shumë plane ku ti do të përballesh. Nuk është thjesht përfaqësia e rektorit. Rektori është një përfaqësues i cili është i detyruar ato letra që të vinë në tavolinë, t'i zbresësh poshtë dhe të nisë procesin e akreditimit. Për akreditimi nuk është vetëm një ka, janë shumë aspekte që do të akreditohen. Mendoj që një moment shumë i rëndësishëm edhe që besoj se është pjesë edhe e programeve që ne përparaqesim, është fakti që stafet duhet njihen me standardet në të cilën do të mbështetet procesi i akreditimit. Në momentin që stafi deri në nivelin e pedagogut të thjesht nuk i njeh këto standarde, atëherë procesi do vështirësohesh. Në momentin që gjithë secili prej nesh i njeh, atëherë procesi mendoj që do lehtësohet. Deri më tani nuk kemi asnjë lloj informacioni për këtë. Nuk keni asnjë lloj informacioni se çfarë do të ndodhë me... Jo, nuk i dim kush janë standardet. Nuk janë zbritur informacione deri poshtë. Në qoftë se ekzistojnë dhe ku para janë... faktit që këto ishin standardet që nuk e dinit, por nuk i plotësuat. Jo, mendoj që standardet shumë shpejt do jenë publike për gjithë institucionet e arsimit lartë. Pyetje se vjen me shqetësim, kam përshtypjen nga ata që kanë interes të vinë në universitet. Hyrja në universitet sipas maturës shtetërore, do të rikthehen provimet, a do të ketë një mesatare të dytë? Janë përcaktuar tashmë kriteret e pranimit, të paktën për këtë vit akademik të ri, 2016-2017, në Universitetin e Tiranës, është gjendur një zgjidhje, të themi ndoshta e përkohshme, pasi matura shtetërore ligji i ri e presupozon që kriteret do t'i përcaktojnë universitetet, që dhe senati akademik dhe trupa akademike e universitetit gjeti një rrugë të mesme, pasi bëhet fjalë për maturant të cilët kur kanë hyrë në vitin e parë në shkollë të mesme, kanë menduar se procesi i hyrjes në universitet është nëpërmjet maturës shtetërore, pra kjo thyerje, të themi, ose ndryshimi i rregullave të lojës në mes të lojës, sigurisht do ta bënte të vështirë vendosja e kritereve komplet të ndryshme nga matura shtetërore. Kush i vendos kriteret që ta marrin qytetarët? Departamenti. Por vendos që dhe kuotat. vendosësh e drejt, të vendosësh kritere duhet që ai maturant që në sistemin para universitar të jetë i përgatitur për kriteret që ti do të përdorësh, sepse ai thotë unë investoj këtu, ndërkohë që në fund të vitit të tretë ti më ndryshon kriteret dhe unë dal jashtë loje. Po kuotat mbi ç'kritere vendosin? Atëherë, si kuotat dhe kriteret ligji i arsimit të lartë i çon në departament. Dhe departamenti është njësia që ofron programe, departamenti është njësia që ofron kërkimin shkencor, departamenti është njësia që ofron kriteret dhe kuotat. Çfarë lidhje ka departamenti me tregun e punës? Bazohen, atëherë, një nga detyrat kryesore jo vetëm departamentit, por institucionit e arsimit të lartë është të bëjë kërkim në tregun e punës, të shikojë se cila është karriera e ish studentëve të vet.
edhe njëkohësisht bazuar në këto materiale dhe të dhëna të riformatoj programet që nxjerrë në treg. Edhe modulet e lëndëve besoj. Kjo është sfida më e madhe këtyre 4 vjetëve që do të vinë, riformatimi i programeve që përgatisin studentët për t'i hedhur në treg për t'i përshtatur me tregun, por mos i lënë që bëjnë një program 5 vjet edhe pastaj nuk punojnë dot asnjë ditë. Dalin në treg dhe nuk dinë ku ta çojnë atë material që kanë punuar. Por që shumë e rëndësishme është për të kuptuar që në përcaktimin e kuotave, pavarësisht se themi departamenti, çdo departament do ketë standardet shtetërore, i cilat lidhen me kushtet dhe infrastrukturën që t'i ke si institucion e arsimit lartë, me stafin akademik që t'i ke si institucionet e arsimit të lartë, dhe këto janë 2 element të rëndësishëm që do të kufizojnë apo do të rrisin kuotën. Pra kuota nuk mund të jetë e pafundme, e hapur pafund, po të jetë në përshtatje me strukturën që ti vën mundësi për dhënë një mësimdhënie cilësore. Jam në minutat e fundit. Nuk e di, ke një pyetje për zonjat kandidate? Shqetësimi ishte ai pak më përpara, domethënë kam vetëm përritjen e tarifave. Kështu që besoj se mora një përgjigje, nuk është vetëm shqetësimi im, por është i shumë studentëve. Kështu që përgjigjen e mora. Përgjigjen që si arritur tarifat? Shpresoj t'i bindesh të sjerosh këtë radhë. Janë diferencuar tarifat. Ka tarifat zero, siç ka edhe tarifat të cilat ato që s'kan meritën. Pyetje për zonjën Kacolli. Me çfarë kriteri do të përzgjidhen nxënësit sipas lëndëve me zgjedhje tani që nuk janë më koeficientët? Për shembull, cila do të vlerësohet më shumë nga Universiteti Mjekësisë, biologjia e avancuar apo qytetaria? Biologjia e avancuar, qytetari nuk ka lënë qytetari. Ka lënë qytetari. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që janë maturant të dinë të lexojnë, sepse janë botuar, gjithandej janë botuar të përgjithshme. Janë orientojnë fakt. Të dinë të lexojnë tani maturant janë. Dhe nga këto shkolla kanë dalë ato. Po, orientimi është i tillë se kanë shumë të drejtë, sepse deri tash ata janë mësuar që ka koeficient, ka edhe si themin kredit. Ka kredit dhe koeficient për secilën prej lëndëve. Dhe bazuar në këtë ata bënin ato që quheshin pik dhe pikët mesatare, dhe matura shtetërore ata i rendiste sipas pikëve mesatare. Tani, filozofia ka ndryshuar komplet fare, sepse senatet e universiteteve akademike thanë që ne do pranojmë si vjet nisur në notën mesatare, e cila nuk ka më lidhje as me kreditin edhe as me koeficientin. Por është një notë mesatare, e cila është mbledhje dhe pjesëtim me të gjithë notave që ti ke marrë në këto 3 vite. Dhe për shumë Universiteti Tiranës e ka ndarë 50% është mesatarja e përgjithshme të 3 viteve dhe 50% është mesatarja e disa lëndëve të përcaktuara sipas fakulteteve, në të cilat shpesh herë lëndët e avancuara, jo shpesh herë, por në Universitetin e Tiranës në listën e lëndëve nuk janë përfshirë në këtë vlerësim 50%, ajo që quhet matematikë e avancuar, biologji avancuar, po vetëm biologji, matematikë, kimi. Pra, kjo është një element. Shpresoj ta kenë marrë vesh maturantët, se realisht janë gjëra delikate. Po bëj një sqarim të vogël me ato. Ka qenë ideja, sepse ka qenë ideja e universitetit ton, ka qenë ideja që të fusim në përzgjedhjen e studentëve, të fusim edhe lëndë të tjera, jo këto që kishin qenë përpara biologjia, kimia apo fizika. Ne diskutuam atëre për të futur sociologji, nuk diskutuam për të futur edhe letërsinë, sepse menduam që do duam mjek që të kenë jo vetëm të jenë, domethënë, thjesht fokusuar te lëndë shkencave të natyrës, por të kenë informuar të gjë. Dhe ndoshta këtu e ka baza pyetje, por për faktin e atyre problemeve që sqaroi Klodi dhe unë nuk bëj përsëris më, ne vendosëm që t'i heqim ato kritere dhe u përqendruam ta informacion që kishin njerëzit që më përpara. Okej, meqense janë minutat e fundit, zonja Paparisto, ju nëse zgjidheni dekane në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, cili është problemi kryesor që do t'i jepni zgjidhje? Transparenca. Me një fjalë më the? Në qoftë se do zgjidh këtë dhe shpresoj që ta zgjidh duke u përkushtuar, mendoj që është gjëja më e rëndësishme. Për cilën kanë më shumë nevojë studentët apo pedagogët e tjerë? Absolutisht të gjithë. Studentët se përbëjnë rreth 6.000 veta, 6.000 frymë me zemra që rafin Fakulteti i Shkencave të Natyrës, po edhe rreth 300 njerëz që punojnë, të cilët japin kontributin e tyre, dhe që ky ligj do t'i lidhë akoma më shumë me fakultetin e të shpërndaj vëmendjen e tyre në shumë fakultete, universitete, duke ulur cilësinë. Transparenca vlen për vendimarrjen, për menaxhimin e fondeve, për gjithçka. Për çfarë do të gjë. Kjo vlen edhe për ju, zonja Kacolli? Unë do shtoja dhe gjithëpërfshirjen, transparenca dhe gjithëpërfshirja. Do t'jenë problemet që do të marrin në farë mënyrë zgjidhje nëse ju bëheni rektore e universitetit të mjekësisë. Zonja Dibra? Edhe mua, kryefjala për mua është transparenca. Pa transparencë nuk arrim të kuptojmë sa para mblidhen, si mblidhen, ku mblidhen dhe përse shpenzohen. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar nëse do rrisim tarifat, do t'i ulim tarifat, do mbajmë po këto tarifa, pra në qoftë se nuk e dim se si harxhohen këto parat dhe si menaxhohen me një korçillëk parat,
sigurisht që lëvën për abuzim. Kështu që transparenca është kryefjala e fushatës time. Resiana, si profesuese e studentëve, çfarë do doje të zgjidhej pas zgjedhjeve në universitete? Janë ato çfarë u thanë dhe pak më parë. Do doja shumë krijimi një infrastrukture të nevojshme që ne t'japim gjallëri dhe t'japim jetës universitare. Studenti mos ta shikojë si detyrim shkollën e lartë, por ta shikojë si një bazë ku ai mund të formohet vërtet. Kur ai ka të drejta, ka detyrimet, po duhet të di se është ai, domethënë qendra komplet është studenti, kështu që është shumë e rëndësishme për studentin. Kaq, kishe Merak. Kam dhe unë një merak, me qenë se ju kam këtu dhe po e shfrytëzoj, do doja shumë që universitetet shqiptare të mos renditen në fund të studimeve dhe të listave botërore kur bëhen rankime të ndryshme. Në fakt, unë kam marrë ca lista rankimesh, jemi në mes. Ku? Ato që pash unë ishim vërtet nga fundi. Unë i printova sepse... Në mes në raport me rajonin? Mendova që dhe kemi, po jemi në rajon, jemi mbrapa vëndeve të rajonit. Në rajon jemi në fund. Jemi mbrapa vëndeve të rajonit. Po që në mes jemi në mes. Besoj se lëm pas Kongon edhe Afrikën. Në mes jemi në mes, po në vëndet e rajonit, për shumë universitetet e Maqedonisë, Malit të Zi, alen nga mbrapa. Kështu që kjo duhet jetë një objektiv shumë e rëndësishme. Mos na lënë nga mbrapa në rajon, se është turp që t'jemi nga mbrapa. Duhet fillojmë të garojmë dhe të konkurrojmë dhe të mbrijmë rajonin për të pretenduar më tepër. Për të shkuar më tepër. Faleminderit dhe uroj suksese në garën tuaj. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë në Valdeshikës.